Muçi, të kapa në kohë para se të futesh në komision, sot në orën 3 keni një komision në Kuvend. E sigurisht kjo nuk është një intervistë rastësore ose provizore, sepse ne kemi folur paraprakisht për të qenë së bashku në këtë bisedë. Faleminderit që je në Gogo.al. Kënaqësi gjithmonë. Faleminderit për ftesë. Deputeti i ri në një lëvizje të re që tashmë është pjesë e Parlamentit shqiptar, si e gjendur këto ditë në Kuvend? Mund të them se jo siç mund ta imagjinoja, edhe pse le të themi kam qenë ndjekës i rregullt edhe i seancave plenare para se të hyja në të, po gjithsesi është gjithmonë kjo ndjesia që hyn në institucion në një platformë, le të themi kështu, ku të paktën në parim supozohet të bëhet një diskutim sipëror, përmbajtësor i problemeve që ka shoqëria. Dhe zhgënjimi im i parë ishte që në seancën e parë, pra, sepse u përballa me një situatë ku le të themi u krijua kështu siç ndodh shpesh tashmë nga pikpamja e Partisë Demokratike, u krijua një lloj, le ta quajmë, radikalizmi performativ, për të thënë që një sjellje kështu si agresive, dhe nga ana tjetër kjo i dha justifikimin Partisë Socialiste për të mbyllur seancën që ishte thelbësore ku do diskutohej programi i qeverisës pa diskutim. Dhe kjo pastaj u përsërin në disa seanca të tjera. Ajo që dua të them është që mua më duket se në Kuvendin e Shqipërisë sot nuk kam parlamentarizëm në kuptimin e grupimeve të ndryshme që mblidhen dhe debatojnë ide që pavarësisht se nga pozicione të ndryshme tentojnë, si thua, të konvergojnë drejt asaj që të dyja palët mendojnë se është më e mira për shoqërinë, si thua. Kështu që ajo që kam parë është akuza dhe kundër akuza, e thash, një lloj retorike kështu radikale performative dhe një farë zënke, po që jo përmbajtësore, pra jo debat real, diskutim real dhe përballje idesh. Si imagjinoje ti Kuvendin? Se jam shumë kurioze ta di. Po imagjinoje më tepër si një arenë. Do të si imagjinoje, se ke pasur rasta shikosh se si ishte Kuvendi, po ti në po edhe se konceptin tënd. Se si do doja të ishte, pra një arenë ku përplasen ide, pavarësisht e thash, nga pozicione ndryshme, megjithatë del më e mira e mundshme nga kjo përplasje. Gjithmonë diskutimet krijojnë një sintezë që është e duhura, le të themi. Ky është procesi i demokracisë. Gjë tjetër që më ka bërë përshtypje për keq, është një lloj servilizmi, ta quaj, ndaj kryetarit të partisë ose ndaj linjës së partisë që vendoset nga kryetari i partisë, dhe më pak dinjitet në qëndrime politike autentike, le t'i quajmë kështu, pra. Pavarësisht grupimeve. Tu ke në referencë PD-n dhe PS-n? Po, sigurisht. PD-n dhe PS-n si dy forcat kryesore që përbëjnë shumicën e Kuvendit dhe që kam vënë re, pra, një lloj kështu rreshtimi, si thua, nga dy anët, pa pasur atë autenticitetin që e pasuron debatin dhe diskutimin dhe daljen nëpër konkluzione, le të themi. Dhe kjo sigurisht shprehet ose vjen si pasojë edhe e hartimit të listave të mbyllura që është bërë temë, si thua, dhe që i përshtaten interesave të kryetarit të partisë. Kjo e varfron edhe prurjen e deputetëve të rinj në Kuvend, për nga cilësia e kam fjalën, por edhe në vetvete cilësinë e debatit e diskutimit që bëhet aty, pra. Dhe që rrjedhimisht është përfundon në një akt formal, le të themi, të përplasjes në vetvete, por edhe të votimit në fund që i bëhet projekt ligjeve të ndryshme. Të pyeta për PD-n dhe PS-n sepse aty kemi edhe mundësinë e shehajt. Dhe prandaj të pyeta si janë këto dinamikat, po pyetja tjetër, pse unë jam shumë kurioze të di çfarë kalon në kokën tuaj si deputet të rinj, unë e shikoj nga pikpamja më shumë e transmetimit mesazhit. Edhe më vëre që mesazhet e deputetëve të rinj sikur u mbasin rrugës. Kjo për shkak se jeni shumë pak në mediat kombëtare, kjo për shkak se ndoshta zërat tuaj, kritikat, po themi, janë kryesisht në rrjetet sociale, por kur e shikon në pikpamjen e komunikimit masiv, nuk jeni aq shumë tek shqiptarët siç mund të jetë PD-ja dhe PS-ja, po them. Ktu bjem dakord apo jo? Apo e kam një koncept se unë shikoj rezultatin. Tani unë dua të di çfarë sfide keni ju kur punoni atje për të marrë fjalën, për të dhënë një mesazh, për të debatuar. Kam parë disa video të tuat në komisione ku ke debatuar për arsimin dhe çështje të tjera.
cila është ajo sfida jote e përditshme për të marrë qoftë edhe fjalën aty për diskutuar? Sfida ime e përditshme është që për çdo projekt ligj që diskutohet në komision ose në seancë, ti bëj një kritikë përmbajtësore, pra të kap thelbin se ku qëndron problemi. Po sa ju lejojnë për këtë thelbin, pra? Sigurisht, duke qenë jashtë grupeve parlamentare, koha është shumë herë me kufizuar, edhe për të marrë fjalën në diskutimet e projekt ligjeve që ka atë 10 minutë e famshëm. Shpesh herë thash është më januar totalisht debati, po edhe kur e kemi marrë fjalën ka qenë gjithmonë të fundit, si thua. Megjithatë, problemi në thelb për mendimin tim nuk është ky, pra marrja e fjalës aty, sesa ç'është se si pastaj ajo përçohet në atë që mund ta quajmë mass media. Dhe këtu pastaj hyn te problematikat që kanë mediat, se sa ju shkon për shtat mesazhi që jap unë për shembull nga foltoria e kuvendit, ose qoftë edhe i ftuar në studio. Me sa shoh ke përdorur teknikën e videove të shkurtra në Facebook, ku nxjerr mesazhet e tua dhe kjo është gjë fantastike. E kam parë edhe te partitë të tjera, më të vogla se PD-ja, po edhe te deputetë të PD-s, sepse praktikisht mesazhi sikur humbet. Edhe ne nuk e dim fort mirë se sa luftoni ndonjëherë ju aty brenda për çështje, por të kalojmë te kauzat që do të kesh, Redi, pak a shumë. Ju keni pasur një program që keni pasur publik, por unë dua të di cilat janë kauzat që ti ndjen veten më afër, ose si të thuash që ke menduar që do luftosh këtë legjislaturë aty në kuvend. Kauzat e mia janë kauzat e lëvizjes bashk, jo thjesht në perceptimin e ambicjes si, le themi, parti politike, për të rritur, le themi, por sidomos në atë çfarë përbashkon, le themi, antarësinë e lëvizjes bashkë rreth një vizioni të caktuar që kemi për shoqërinë, dhe që ne besojmë se është vizioni i duhur për mbar shoqërinë shqiptare detyrimisht. Po unë do thoja diçka që sa i përket kauzave që unë mendoj se në vetvete hyrja e një partie si Lëvizja Bashkë në kuvend ka një efekt në shoqëri, sepse publiku e percepton që për herë të parë është një parti që flet për problemet reale të popullit, dhe rrjedhimisht aty në farë mënyrë lind një lloj shprese, lind një lloj, hapet një horizont i ri, le të themi, i cili i jep qytetarit atë vetdijen dhe vetbesimin për të kërkuar më shumë, për të ushtrirë, për të pasur pretendime të tjera nga ato që ai ka pasur. Jo kjo e rëndomta e kësaj politikës së dyja palëve që akuzojnë njëra tjetrën dhe janë të dyja të ndyta në këtë korrupsionin e viteve të qeverisjes, po si diçka e re. Dhe në thelb kjo i hap mundësinë të paktën e mobilizimit të shoqërisë rreth një fryme të re, rreth të rres që ka lindur, që themi edhe ne. Dhe sigurisht mobilizimi social ka qenë gjithmonë elementi kyç në transformimet epokale të shoqërisë, me thënë. Dhe kjo në vetvete është ajo që ne synojmë, pra dhënia e shpresës për të kërkuar më shumë, për të pas një vizion që shkon përtej atij aktualit. Nga ana tjetër, është interesant fakti për shembull që për herë të parë, le themi në 20 vitet e fundit, në kuvendin e Shqipërisë po flitet për çështje që s'është folur kurrë. Pra, ajo që kemi bërë ne është që ti imponojmë kundërshtarit ton politik kauzat reale të shqiptarëve. Si për shembull? Po dëgjojmë Partinë Socialiste që flet për pensionet. Po dëgjojmë Partinë Demokratike që flet për minimumin jetik, që flet për statusin e minatorit. Kur është dëgjuar ndonjëherë flitet këto kauza në kuvendin e Shqipërisë? Këto janë kauza të cilat në diskursin publik i ka futur Lëvizja Bashkë, edhe përmes organizimit me grupimet sociale që janë të prekura nga këto çështje, si thua, dhe që ja imponojnë kundërshtarit të shkojë aty, pra zhvendoset në një farë mënyrë fusha e lojës te kauzat që realisht i interesojnë publikut shqiptar. Dhe kjo është një fitore në vetvete për mbar shoqërinë, nuk po flas thjesht për Lëvizjen Bashkë. Ju keni shumë të drejtë që jeni ju që keni nismuar këto kauza. Megjithatë, pyetja është që mbas edhe Ramës në këto kushte kur është mes debateve lidhur me zvendës kryeministren e tij, i intereson të flasi për këtë çështje mbase. Nuk e di si ke parë ti, sepse dhe ata bëjnë sfidat e tyre edhe përpjekjet e tyre për ta larguar vëmendjen. Po, e drejt. Shiko, unë thash duke marrë dhe, po themi, dhe ligjin për barazinë gjinore, që u duk në fakt përtej debatit për një projekt ligj, u duk edhe një lloj tentative për t'u marrë me këtë projekt ligj, pikërisht sepse kishim një çështje më problematike për PS-n në atë moment.
Unë thash që ja kemi dalë në band të imponojmë kundërshtarit politik retorikën. Megjithatë në politik ka dy aspekte. Njëra është retorika dhe tjetra është, po them, rezultati. Jo thjesht rezultati, po vullneti për ta realizuar atë që thua. Sepse sigurisht në pozitat kur je në opozitë në pak fjalë, sigurisht flet për më shumë gjëra ndoshta se ç'është e realizueshme kur je në atë pozitë. Po ama a e ke vullnetin për ta çuar përpara një kauz caktuar? Dhe unë besoj, ashtu si besoj shumë prej shqiptarëve, që qoftë Partia Demokratike, qoftë Partia Socialiste përfaqësojnë një model të vjetër të politikbërjes, që është në grahmat e veta të fundit, por shkon deri delegjitimimi total të vet. Dhe nuk e ka realisht në vizionin e vet, në vullnetin e vet, realizimin e këtyre çështjeve. Sigurisht që përdoren për retorik aq më tepër në kushtet kur akuzojnë për korrupsion galopant të përfshirë dhe tentojnë shpesh herë ta devijojnë vëmendjen tek çështje që realisht e prekin publikun, po marr rastin e pensioneve për shembull. Gjithë kjo retorika pompoze, shumë e propaganduar e Partisë Socialiste për rritjen që do t'i bëhet pensioneve. Thelbësisht, nëse nuk ja del mban t'i përgjigjet pyetjes, a do vazhdojnë të shpërndahet ky quhet bonusi i fundvitit për pensionistët, atëherë është thjesht retorike e cila ka marr bonusin dhe e ka pjesëtuar me 12. Kësaj përgjigje, nëse do ketë rritje reale, pra bonus plus rritjen, nuk ja përgjigje as ministri i financave, as kusht tjetër, thonë që në varësi të rritjes ekonomike do shohim bonusin. Atëherë çfarë parashikimi keni bërë, përveç se e keni marrë dhe keni pjesëtuar? Ky është vetëm një rast për të thënë që retorika është aty, tenton të shpeshherë të devijojë dhe vëmendje nga çështjet korruptive, por nuk ekziston vullneti real sipas qasjes tonë. Si duket e reflektuar në terren pra te pensionistët, efekti që tani keni nga kuvendi, pra se tani jeni pjesë e parlamentit. Një deputet, por jeni pjesë. Çfarë po themi reagimesh keni kur shkoni aty në terren, se ju kemi parë shpeshherë që e vazhdoni këtë punën në terren. Patjetër. Si e perceptojnë, si e shikojnë, si e perceptojnë, po si ju lexojnë? Ju lexojnë që po luftoni aq sa duhet, çfarë ju thonë në terren? Po shiko, jo vetëm pensionistët, po në përgjithësi edhe grupimet ndryshme të cilat protestojmë, shohin tek figura e një deputeti në një farë mënyre mundësinë për të përçuar zërin e tyre në një platformë më të gjerë. Tani, kur kjo platformë është Kuvendi i Shqipërisë, për fat keq në atë që tham pak më parë, pesha e fjalës time në një farë mënyrë edhe ti e the, ndoshta edhe zbehet edhe humbet aty. Megjithatë, në një kuvend ku realisht do shkojë për të debatuar mendimin për darkë në një qasje konstruktive, ose ku pesha qoftë një deputet vetëm do kishte rëndësinë e vet, do zinte vend. Prandaj unë në takimet që kam me pensionistë, me të tjerë, gjithmonë u them që shiko, vërtet është pesha ime në kuvend dhe kjo që po më thua ti tani, por ama pa mobilizimin tuaj, pa angazhimin tuaj konkret në terren, kjo valenca e kësaj fjale, si thuash, relativizohet. Kur i kemi të dyja, pra kur çdo seancë plenare, le të themi, çdo të njëjte, kemi grupime qytetarësh që protestojnë, jo thjesht organizuar nga Lëvizja Bashkë, por nga çdo subjekt tjetër, për kauza të caktuar dhe dashur pa dashur. Ka një lloj presioni edhe nga jashtë, pra, në një farë mënyrë, po. Ai zë përçohet detyrimisht në kuvend dhe ushtohet më shumë presion pozitiv në këtë rast, pra. Kështu që duhet të dyja format të ecin, si thua, paralelisht me njëra tjetrën për të pasur rezultate, pra. Në fakt unë dua të nxitoj për të pyetur për aspekte të hobeve të tua e kush je ti si deputet, si redi. Pastaj ne do të flasim gjatë për politikën. Okay. Por për politikën kam zgjedhur të flasim pak më vonë, se kam merak se më bën ndonjë qef mbetje kur ne të flasim dhe nuk më thua ndoshta detaje, po themi të dëshirës që ti ke për të ngjitur malet, po themi. Sigurisht ke studiuar në Britani dhe je pedagog. Isha deri pa marrë mandatin e deputetit. Por un kam përshtypjen që pedagogët ngelen pedagog gjithkohën edhe mund të rikthehen patjetër në auditor, inxhinier, nga Gjirokastra. Këto po jap detaje që thjesht publiku dhe ata që po na dëgjojnë të orientohet, po unë desha të dija nga ty, domethënë, sa gjithë edukimi yt, familja jote,
këto hobit që ti ke kanë ndikuar në formësimin tënd? Po, ajo që mund të them, le themi, apo je nga ata njerëzit që ke të vështirë të flasësh për veten? Jo, nuk e kam absolutisht të vështirë, jo. Nuk dua të flas shumë për veten, por që nuk është se kam të vështirë të përgjigjem pyetjeve. Nëse flasim për formimin tim politik, atëherë unë do thoya që kjo ndodhi në periudhën e fundit të studimeve të mia universitare, pak a shumë, dhe që nga ai moment nisi një rrugëtim drejt përpjekjes, si thua, për të zbuluar diçka që bënte sens. Dhe kjo lindi më tepër edhe nga periudha në cilën për shembull u diplomova në 2009. 2008 ishte kriza financiare globale që shokoi mbar botën, apo jo. Dhe dashur pa dashur për një student të sapo diplomuar është lind nevoja për të gjetur disa përgjigje për kësaj që po ndodh me botën, si më thon. Unë, siç e the vetë, isha në Britaninë e Madhe, isha në Manchester, isha në qendrën e kapitalizmit dhe të civilizimit, po të perëndimor, po duam të quajmë kështu. Dhe megjithatë shifja gjithë të kontradikt sociale. Pra ty ndodhi ajo thyrje e madhe brenda teje? Aty lind nevoja për të kuptuar. Kështu lind me fjalë gjithmonë, besoj. Dhe rrjedhimisht aty nisa në farë mënyrë të gërmoj për të parë se çfarë është duke ndodhur. Dhe për të shkuar pastaj në çik edhe tek qasja ime edhe ideologjike nëse duam. Unë vi nga një familje që thënë Gjirokastër që ndryshimet e viteve 90 sigurisht i përjetuam me një entuziazëm si gjithë shqiptarët, ku përgjithsisht kritikohej e shkuara diktatoriale e vendit, ishte kjo fryma e sipërmarrjes së re me radhë. Dhe në momentin ku u gjenda në vitin 2008, ishte çfarë po ndodh? Pra, vjen pikpyetje një farë mënyre. Ishe në Britani në atë kohë në 2009 the, po. Në 2009 pastaj u diplomuar. Po. Dhe për hir të së vërtetës, për të qenë i sinqert dhe për të thënë gjërat siç janë, mua kam ndjekur një dokumentar. Në cilën pash Noam Chomsky, besoj këtë. Po, lingvistin. Lingvistin edhe aktivistin e njohur Noam Chomsky, që unë nuk e njihja në atë kohë, megjithatë më bëri shumë përshtypje argumenti i tij. Ishte një dokumentar mbi korporatat në Amerikë. Dhe u bëra kurioz tash, kush është ky burr i plak që flet kaq mirë. Dhe kur hyra tek profili i tij në Wikipedia, më bëri përshtypje fakti që ky politikisht e konsideronte veten anarkist. Dhe unë thash, si ka mundësi ky plaku? Ky anarkizmi në kokën time ishin gjitha me Molotov, me që thyen, që bëjnë gjëra që duan rrëmuje me radhë. Dhe pastaj kjo më bëri kurioz për të hyrë dhe për të lexuar mbi këtë gjë. Dhe kuptova që në fakt anarkizmi si qasje ishte një qasje ideologjike e së majtës, e cila i bënte kritikën autoritarizmit, çka lidhej edhe me të shkuarën tonë diktatoriale, pra. Dhe dorës veten aty në ato ide? Në atë moment sigurisht që gjeta veten, entuziazmova. Apo tani shikon ndryshe ato? Po sigurisht që shikoj disi më ndryshe, sepse dorës i hyn një lloj kërkimi të ideve, të botës së ideve, të ngjarjeve historike, dhe lexova pastaj sigurisht shumë më tepër autor të tjerë. Dhe aty kuptova, si thua, edhe çfarë ka qenë e shkuara e Shqipërisë, por edhe çfarë ka qenë, le të themi, 200 vjet e shkuara në një farë mënyrë tradita e së majtës. Dhe çfarë është sot fundja? Për shembull, për të hyrë pastaj prapë tek referencat, le të themi, ideologjike, është autori Slavoj Žižek, një i së majtës, një filozof sloven, i cili për vitin 2011 madje ka shkruar një libër që e titullon Viti i të menduarit rrezikshëm. Sepse 2011 në një farë mënyrë ishte manifestimi politik nga ana e së majtës i asaj që kishte ndodhur në vitin 2008. 2011 njëkohësisht përkon edhe me ngjarjet e 21 janarit në Shqipëri, pra ngjarje tronditse për të gjithë ne. Dhe ka qenë pikërisht to ngjarje që themeluan lëvizjen bashk, që në atë kohë quhej organizata politike, pra. Sepse disa prej nesh rastësisht u ndodhëm në atë protestë, për pak kohë sigurisht nuk patëm dëmtime, megjithatë ngjarja në vetvete na shokoi dhe na krijoi nevojën për të diskutuar çfarë mund të bëjmë nga kjo. Dhe të tilla ngjarje tronditse pra kanë ndikuar që të hyjmë dhe të kuptojmë më mirë se çfarë duhet, se çfarë i nevojitet shoqërisë shqiptare, pra. Dhe çfarë ndodhi me ty pas Anglisë? U riktheve? Pas Anglisë, për së vërtetës, ishte shumë e vështirë për shkak të krizës, që të gjeja një vend pune aty, sigurisht unë isha edhe me pasaportë shqiptare, nuk qenë këto mundësitë e vizës së punës e me radhë. Dhe pas disa tentativave vendosa të rikthehem në Shqipëri, po gjithmonë me idenë që përkohësisht. Gjithmonë që dori këtu pa kohë dhe do vazhdoj të kërkoj punë andej. Megjithatë, për fat mirë,
pata një eksperiencë të mirë, le themi, profesionale, dhe pata fatin e madh që hyra botës akademike, një botë të cilën unë se kisha imagjinuar kurrë se do merresha ndonjëherë. Pra direkt ke ardhur dhe ke dhënë mësim në Shqipëri? Kam nisur në vitin 2011, në 2011 në fiks, pra nisa si pedagog i brendshëm. Si ishte auditori shqiptar? Se ti vjen nga Britania, pra. Sigurisht kishte dallime shumë të mëdha me eksperiencën time, dallime të cilat unë u përpoqja ti sheshoja, duke u përpjekur për të sjell këtu atë modelin e pedagogëve të mi aty. Qoftë edhe në rreptësinë e vlerësimit të studentit, po edhe në punën që bënin dhe në ndihmën që jepnin studentët. Pra je një pedagog i rrept. Jo i rrept për t'i rënë qafë të tjerëve, por është parimi i punës. Pra duhet meritokracia në fund të ditës, pra, dhe si çdo student duhet të arrijë maksimalin e potencialit të vet, pra. Për ndryshe për çfarë vlen vlerësimi i tyre, me fjalë. Dhe që të arrijë potencialin duhet ndikimi maksimal dhe përkushtimi i pedagogut. Dhe këto janë dy gjëra që shkojnë paralelisht. Pra, nëse unë përkushtohem maksimalisht, atëherë presi edhe ti të thuash ta meritosh. A përkushtoshin edhe studentët njësoj si ty? Po jo, të gjithë njësoj. Megjithatë ajo që mund të them unë është që studentët në atë kohë ishin shumë në numër se që janë sot. Dhe kjo rënja, ndryshimi demografik, le të themi, që ka sjell zbrazjen e sallave universitare, ndikuar shumë edhe nga ligji në arsimin e lartë që u miratua në 2015, mos gaboj, që bazohej tek financimi i universitetit përmes tarifave të studentëve. Atëre, sot që s'ka më student, atëre universiteti ka rënë në kolaps, si thua. Kjo ka bërë uljen të kurrjen drastike të numrit të tyre dhe detyrimisht edhe cilësinë e studentëve. Shiko, edhe liberalizimi, si të thuash, i universitetit solli ca pasojë ajo fort mira, me thënë drejtën. Padyshim. Kështu që ndonjëherë është e vështirë të gjendet ajo e mesmi art ose ajo formula, ose sot po diskutohet për maturën shtetërore, për efektet që ka matura. Shikon student që mund të aplikojnë gazetari, po aplikojnë, po themi, edhe kimi. Nuk e di se sa është e vërtet konkretisht, po në kuptimin ta dhash si rast për të kuptuar hendekun mes degëve që aplikojnë, që s'është normale. Sepse një student që aplikon gazetari, po mund të aplikoj për letërsi, mund të aplikoj për shkenca sociale, pra në fusha që janë të përafërta dhe jo në ekstrem. Dhe pastaj studenti të vjen në auditor dhe thot, ok, kjo më doli, kjo unë erdha. Pra, edhe në shkencat inxhinierike, për shembull, mund vini student me mesatare të matematikës 4.5, ose të fizikës, atëherë nuk bëhet i pamundur, si thua, diskutimi me ta në farë mënyrë. Ndërkohë që jepje mësim, ndërkohë që shikoj se si ishte arsimi, si e mbushje kohën tënde, domethënë me çfarë aktivitetesh, me protesta, se dua të di se me çfarë je marr ti gjatë këtyre viteve. Se e di pse, sepse publiku, audienca, deputetët e rinj i njohin shumë pak. Për të mos thënë as pak. Në kuptimin e në rastin tënd mund thuhet plotësisht, sepse figura më e njohur në lëvizjen bashkë ka qenë Arlindi dhe është Arlindi, dhe kjo jo për të qenë ofensive ndaj teje, por realiteti është ky, sepse ka mbajtur, si thua, kreun, edhe ne të gjithë prisnim që do ishte ai deputeti, po të na i shpjegosh dhe këtë si kjo jo për të minimizuar kontributin, se sigurisht secili ka kontributin e vet në partinë tuaj. Por me çfarë je marrë gjatë kësaj periudhe? Atëre, për hir të së vërtetës, puna ime në universitet më jepte një farë mundësie dhe një farë kohë të lirë, edhe që të angazhohesha politikisht në këtë grupimin që ne formuam, siç thash, pra pas 2011, është pra qoftë me protesta të ndryshme, sidomos me kauzën studentore, por edhe me çështje të tjera që kishin të bënë me rritjen e sindikatave, të punëtorëve, me kauza ndryshme sociale, dhe nga ana tjetër edhe më jep her pas here mundësia që të zhvilloj, le themi, edhe hobit e mia ose pasionet e mia, një prej cilave është edhe, le themi, alpinizmi ose ngjitja, dhe që ka bërë për hir të së vërtetës që unë dashur pa dashur të lë pas dore një farë profesional, ngritje profesionale që mund të kem pas edhe kolegë të mbi, me thënë se të dyja gjërat ose të 10 gjërat s'bëni. Nuk bëni, ose do bëhen në mënyrë kështu mesatare. Megjithatë, unë nuk jam bërë pishman, jo thjesht se jam deputet sot, po sepse ka qenë një periudhë formuese për mua, pra dhe që
i ka dhënë kuptim edhe qëndrimi tim në Shqipëri, pra një faktor shumë i rëndësishëm ka qenë edhe puna akademike, por edhe angazhimi me lëvizjen bashkë, po themi. Në gjitha këto vite ka qenë dy faktorë kryesorë që më kanë mbajtur të lidhur në gjithë një motiv. Po sigurisht, pra, sepse nëse ti beson tek ca ide, beson tek ideja e organizimit të shoqërisë, ka shumë tepër kuptim që ti të angazhohesh në vendin tënd, se sa në një vend huaj. Parimi sigurisht mund të jetë që çdo shoqëri duhet të jetë, kur Shqipëria është kjo që është, atëherë ka shumë tepër sens që të rish në vendin tënd dhe të kontribuosh në vendin tënd. Për gjithë këto vite. Pastaj sa i përket jetës time familjare, jetoj me partnerën time edhe për disa vjetësh dhe mund të them se bëj një farë jete deri diku monotone, sidomos tani me detyrën e re ku koha për të marrë me këto aktivitete dhe më pashme sigurisht që nuk është më. Një monotoni të cilën përpiqem ta thyej si thua, me ndonjë lexim ose duke parë ndonjë film ose ndonjë gjë kështu, po pa ndonjë aktivitet si dikur, le të themi që është fare normale sepse kam marrë mbi shpinë një përgjegjësi të re. Megjithatë unë jam i parimit që e kam dëgjuar në fakt. Të artikuluar nga ekonomisti dhe politikani grek Yanis Varoufakis. Do të pyes për librin që ke përkthyer, do të pyes se kam edhe atë pyetje, do qëndrojmë pak gjatë tek teknofeudalizmi. Po, ajo që gjëja që mua më ka bërë shumë përshtypje në atë që ka thënë, sepse ai vjen nga bota akademike, ka thënë që politika thot duhet të jetë njësoj si bota akademike thot. Pa sigurisht idealizon botën akademike që ai ka parë në Amerikë, në Australi me radhë ku çdo pedagog bën punën më të bukur në botë. Dhe kur i kërkojnë të marrë përsipër përgjegjësi, le të themi drejtuese në departament ose në fakultet, e ka si barr, si detyrë të cilën duhet ta çojë përpara, sepse ai është duke bërë punën më të bukur në botë. Kështu edhe politika thotë. Edhe politikanët kur i hyn politikës duhet ta konsiderojnë ato si një barr, si një sakrificë që duhet bëjnë, duke lënë mënjan në shërbim të njerëzve, duke lënë mënjan hobit e tyre, interesat e tyre. Dhe për mua është realisht e vërtet kjo, sepse unë realisht me gjithë problematikat e saj punën në universitet e vazhdoj ta konsideroj punën më të bukur në botë, pra. Sepse aty është edhe potenciali për të transformuar gjërat me brezin e ri, si më thënë. Dhe tani më duhet të bëj këtë punë që jam duke bërë, për cilën sigurisht jeta në momentin caktuar ka vendime të caktuara dhe po brenda lëvizjes bashk është aktivizuar dhe motra juaj Stela. Prej njësoj si ju, para jush, jam shumë kurioze të di, sepse ka qenë kandidate për Gjirokastrën, pra një person që, ose si thua, është një aktiviste edhe një kandidate që pak dihet, me thënë të drejtën. Dhe sigurisht 2-3 detaje që mund na sjellësh këtu të kuptohet, duhet të ftojmë Stelën këtu, për mbase ta bëjmë një moment të dytë. Por që praj sa mund thot vllai vet. Po, jam i sigurt do vinte me kënaqësi. Stela është motra ime e vogël dhe kam shumë xhan. Dhe siç ndodh ndoshta shpesh me vëllezërit ose motrat më të vogla, besoj që edhe unë dashur për dashur e kam influencuar disi. Sepse ajo në fakt që në momentin që ajo shkoi në Francë në Paris për të bërë studimet e larta, edhe ajo u angazhua politikisht, si më thënë, në Paris, si më thënë, me çështjet e banesës, me kauza sociale, pra, që kishin të bënin me urbanistikën, me banesën sociale aty. Dhe për çfarë vitesh bëhet fjalë? Pra paralelisht kur ti ishe në Britani apo më? Jo, më vonë. Pra kemi diferencë prej 7 vitesh me të, kështu që ajo shkoi më vonë në Francë dhe gjithë këtë aktivizim të saj në kauzat sociale, pastaj detyrimisht sa herë vinte në Shqipëri, përfshiri edhe në ato gjërat që përfshiheshim ne, domethënë. Po gjithmonë me vajtë ardhmë në mënyrë periodike, me fjalë. Në Francë ajo u diplomua në arkitekturë, më pas sa fëmijë jeni ridi? 2 fëmijë, unë dhe motra. 2 fëmijë jeni me jetë. Faleminderit. Atë më pas zhvilloi një master në urbanistik, pastaj një master tjetër në shkenca sociale dhe tani është duke bërë doktoraturën në Paris, ku tema e saj është zhvillimi urban i Tiranës pas viteve 90. Pra është një lloj vështrimi pas në atë që ka ndodhur me urbanizimin në Tiranë, megjithatë është duke zhvilluar në Universitetin e Parisit. Dhe rrjedhimisht Stela është një person që siç ndodhem edhe me plot aktivistë tjerë brenda lëvizjes bashkë, pra. Ku jemi, si thua, jeni futur njësoj te lëvizja bashkë apo është futur? Unë thash kam qenë që në nisjen që në 2011, ajo duhet të jetë futur disa vite më vonë. Pra mund të themi që e ke ndikuar plotësisht?
Unë shpresoj të kem ndikuar ai sa kam ndikuar për mirë. Megjithatë, ne të mdhenjt edhe unë jam motre e madhe e motrës time dhe vllait tim dhe gjithmonë kemi këtë dëshirën që të kemi ndikuar pozitivisht, por nuk e dim se si kemi ndikuar me të drejtën, janë ata që e thonë. E vërtet. Dhe kjo ka bërë që kur erdhi puna pra për të hartuar listat e kandidatëve, që ishte një proces në cilin ne gjithë votuam se si do hartoheshin listat, ajo të jepte kontributin e saj në qytetin tonë të lindjes, pra që është Gjirokastër, dhe u vendosë dyta në listë, pra në listën e hapur, le të themi, në Gjirokastër, sepse të parë në listë kishim djalë të shkëlqyer Klevis Beda, i cili jeton në Gjirokastër dhe rrjedhimisht atij takonte të ishte përfaqësuesi i qytetit në listë, pra. Kjo është historia e Stelës. Rezultati tregoi që ti dole shumë mirë, po në Gjirokastër sa arritë të merrnit? Në Gjirokastër morëm rezultatin të dytë më të mirë pas Tiranës. Në përqindje të paktën. Në përqindje. Kështu që mund të themi se jemi të kënaqur. Që nga bërë një punë mirë dhe sigurisht vështirësitë e një partie të re për të qarë, si thua, barrierën e dy partive të mëdhaja, vështirësitë edhe të dinamikës edhe mes këtyre partive të tjera të vogla të krijuara. Po ja ku jemi këtu, unë nuk do ta shkëpus shumë vëmendjen nga çështjet që takojnë ty dhe të aktivizimit, po me që e sollëm, cili është mendimi yt për mundësinë e Agron Shehajt, çfarë ndodhi me Adriatik Lapajn apo me Endri Shabanin? Atëre, vetëm mos më thuaj no comment, apo jo? Absolutisht. Ne kemi parim që ne komentojmë për gjithçka, sepse jo, rezultati tregoi që tek Lapaj dhe Shabani patëm edhe një zhgënjim në fakt, një zhgënjim publik të tipit që me përplasje që as nuk konsideroheshin, por për te i faktit që mund t'ju ndajnë ndoshta aspektet të ideologjisë edhe të kauzave në cilat ju besoni, po çfarë mund na thuash si ke parë ti edhe Atëherë, se përket koalicionit të Lapajt, ne në Lëvizjen Bashkë e kemi konsideruar qasjen e tyre në politikë si jo fort serioze, le të themi, bazuar kryesisht tek një populizëm jo përmbajtësor, por që sigurisht ka efektin e vet në një pjesë elektoratit. Por fat keq, atë që na takon të themi, kjo që u bë refreni i fushatës tyre, kjo shtrirja e dorës, si thua, në fund rezultoi që ajo dora e shtrirë u kafshua në një farë mënyrë, pra, kështu që doli konkluzioni asaj të cilin ne në një farë mënyrë e parashikuam për shkak të këtij qëndrimi që kishim ndaj tyre, si thua. Nuk di çfarë të them më tepër për ta, me fjalë. Ndërkohë sa e përket Agron Shehaj dhe Partisë Mundësia, Shehaj ka qenë deputet në Partinë Demokratike, kur drejtuesi i saj ishte Lulzim Basha, doli nga Partia Demokratike për shkak të një lloji autoritarizmi që ai e denoncoi. Megjithatë, në lëvizjet e tij të fundit politike duket sikur ai prap po flirton me PD-n, që është në drejtën e tij mo ta bëj xhanëm. Po them në raport me Lëvizjen Bashkë, nuk ka fort pika të shumta takimi me një. Sigurisht ai bën një kritik të korrupsionit, është bën shumë mirë që e bën. Por ky flirtimi her pas here edhe me Sali Berishën, pra si për shembull në rastin e zgjedhjeve të fundit të pjesëshme që do mbaheshin në Tiranë, pra kjo qasje që le të kemi një figurë të paanshme ose të pavarur, por që në fund të ditës do mblidheshin votat e Partisë Demokratike. Dhe që në fund rezultoi një dështim spektakolar, edhe pse s'u mbajtën zgjedhjet në Tiranë, por në rrethet e tjera në qarqet e tjera, pra rezultati i Partisë Demokratike ishte katastrofik me këto figurat gjëra të pavarura. Kështu që unë mendoj se her pas here ka një qasje që ne nuk mund ta kemi kurrë me Partinë Demokratike. Pak fjalë, sidomos për ai kohë sa kryetari i saj Sali Berisha. Pastaj sa i përket ideve të tyre, sigurisht që edhe këtu të kanë rezultuar me sukses shumë se ju kanë 2 deputet brenda kuvendit. Po është edhe e pritshme për shkak sepse brerja e votave ka ndodhur në PD dhe jo në PS. Pra ne duke qenë një forcë ideologjikisht e majt, ata janë forcë ideologjikisht haptazi të djathtë. Madje unë do thoja në mënyrë problematike të djathtë, pra sepse ato që nuk i keni marrë ju elektorat pensionistët, nuk e keni marrë PS-s? Nuk di ta them, po unë po flas në terma të përgjithshëm në krahasimisht me 2021-shin. Pra ajo që ndodhi ishte që Partia Socialiste pak a shumë ruajti votat e veta në numër, le të themi, pësoi një rënje në Tiranë, por në total
i ruajti votat, ndërkohë që le të themi PDLSI humbën rreth 250.000 vota mos gaboj, që u shpërndan pastaj, ja. Dhe që disa prej tyre sigurisht na kanë ardhur ne, por nuk dua ta kategorizoj këtë si thjesht votat e PD-s dhe të PS-s. Po them terma të përgjithshme. Rënja që po pëson PD-ja detyrimisht avantazhon një parti si Mundësia. Po dua të them këtë gjë që sa i përket qasjes së tyre programore, që është qasja, do të them, tipike neoliberale, një lloj ideologjie që ka dështuar në mbar botën perëndimore, sidomos pas krizës së 2008-s dhe efekteve që ka pasuar, dhe që ka bërë që sot në shumë vendet e Europës shohim në pushtet njerëz të ekstremit të djathtë, pra, të partive të ekstremit të djathtë. Kjo është dështimi i neoliberalizmit, i kësaj qasje së tregut ku gjithë secili është, domethënë, i lirë të bëjë çfarë do i qejfi në një farë mënyrë, dhe është tregu ai që i rregullon gjitha marrëdhëniet shoqërore. Kjo dështoi praktikisht në 2008. Tani që vjen si qasje nga një biznesmen, është e pritshme kjo gjë, pra, po nuk i përshtatet fare më thet sa fjalë kyçe vizionit ton programor. Si përmarrja biznesmeni ose biznesi në thelb mbase paraja, po cila është qasja juaj ideologjike, Redi? Është munduar Qori të artikuloj gjatë fushatës në pikërisht këtë shpjegim, nëse ne si publik, ne si elektorat, ne si qytetar mendojmë që jeni apo ju, apo nuk jeni ju komunist. Tani unë dua të di edhe duhet ma kthesh përgjigjen, sepse edhe te ajo video e Qorit nuk është një përgjigje e qartë. A jeni ju komunist? Po duhet të përkufizojmë një fjalën komunist. Varet se çfarë ka në mendje çdo shqiptar që na dëgjon. Ne kemi në mendje 50 vjet. Atëherë si jemi komunist? Nuk jeni komunist modern? Absolutisht jo. Si mund ta përdorim me termin tani? Jo. Ne jemi ndjekës, sigurisht që ne kemi lexuar dhe kemi rrëmuar thellë edhe në ideologjinë e smajtës, si thua, për të kuptuar pozicionet. Mirë, është qartë që jeni lëvizje majtur, ne nuk kemi dyshime. Ta kam fjalën edhe. Çështja është sa të majt jeni. Okej, pra. Sa të majt jemi është qartazi e shpalosur në programin ton politik. Ne jemi ndjekës të rregullt të politikës globale. Dhe me këtë dua të them se modelet tona, le të themi, politike janë ata të së majtës bashkohore, le ta quajmë kështu. Pra, një rast është Mamdani, kryetari i ri i Bashkisë së New Yorkut, për shembull, që zgjodh tani, që flet për çështjet e strehimit social, flet për çështjet e transportit, flet për çështjet e shtrenjtimit të jetesës në New York, për shembull. Një tjetër është Bernie Sanders, që është edhe në një farë mënyrë mentori i Mamdanit, pra, në Amerikë. Po edhe Jeremy Corbyn në Britaninë e Madhe, si thua, ose rryma të tjera të së majtës moderne, të cilat bazohen tek një qasje social-demokrate. Pra, të mungesës së shtetit social, pra aq sa mund të jetë, sigurisht duke avantazhuar zhvillimin ekonomik, duke luftuar monopolin, duke luftuar oligarkinë ekonomike, që ka një influencë shumë të madhe në gjithë botën perëndimore, për fat keq. Dhe duke krijuar sa të jetë e mundur, si thua, një lloj tregu të lirë në mundësitë për të hyrë në treg dhe për të kontribuar, le të themi, në treg. Por pa hequr vëmendjen nga çështje kyçe, siç janë për shembull industrializimi, pra. Shqipëria është një vend që nuk prodhon absolutisht asnjë gjë. Jo, këtu bjem dakord. Dhe rrjedhimisht, me sa kuptoj, politika që ka tentuar të ndjekë Edi Rama, për shembull, ka qenë që për shkak se ne nuk prodhojmë, atë ku do bazohet ekonomia? Bazohet te pastrimi para së drogës, me një fjalë. E cila pastrohet në industrinë e ndërtimeve, me një fjalë. Kështu që si mund të dilet nga ky rreth vicioz? Duke rikthyer punën në prodhimin, e kam fjalën, prodhimin vendas, një prodhim i një cilësie që do hynte edhe në eksport, pra do hynte në konkurrencë në tregjet rajonale, të paktën, nëse janë tregjet e BE-s. Dhe ka plot mundësi për ta bërë një gjë të tillë. Pavarësisht se Shqipëria është një vend i vogël, por kemi plot, si thua, fusha të ndryshme të prodhimit, edhe të industrisë së lehtë ushqimore, si thua, që do duhej të kishte mbështetjen dhe vëmendjen e shtetit, po edhe të bujqësisë, pra edhe të turizmit, po jo këtij turizmit masiv që i shërben kryesisht pastrimit të parave dhe jo vetë qytetarëve të Shqipërisë në radhë parë, dhe pastaj gjithë turistëve që vinë nga gjithë bota, me pak fjalë. Kështu që për ne është modeli ekonomik i gabuar që po zbatohet gjithë këto vite, që do ta quanim i lidhur ngushtë me oligarkinë ekonomike dhe me botën e krimit, dhe që do duhet të marrë një drejtim krejt tjetër, si thua. Tani kjo është qasja jon ideologjike e konkretizuar. Tani kjo nuk ka absolutisht. Po nëse ma përmbledh në një fjali, pra çfarë jeni? Atëherë jemi ideologjikisht i përkasim të majtës demokratike bashkohore dhe nuk kemi asnjë lidhje
me Enver Hoxhën dhe me atë që quhet komunizëm në 44 vjet që mbizotëroi komunizmi le të themi në Shqipëri. Më bëri shumë përshtypje në njërin nga përgjigjet tuaja se po dëgjoja me shumë vëmendje, ju thatë nuk gjeta punë në Britani. Edhe këtu të kthehemi pak te koncepti, a prisni ju të prodhoni nëpërmjet punës së gatshme që mund të gjeni apo keni në thelb diçka kundër sipërmarrjes, kundër atyre që bëjmë para? Cila është qasja juaj me të bërit para? Se këtu hajde të zhbërilojmë fiks ideologjinë që ju keni. Po mirë, edhe unë që keni pasur dhe përplasjet kryesore edhe me shehajn, por flas në publik. Sigurisht mbase aty ku ju mblidheni dhe debatoni keni përplasje mbase edhe më konstruktive, s'ka diskutim. Por flas brenda lëvizjes suaj. Unë mendoj që sa i përket sipërmarrjes, një sipërmarrës i ndershëm po e quaj, në Shqipëri do duhet të mbështesë televizion bashkë. Pse? Sepse nëse theksi i kundërshtisë tonë ndaj modelit që në cilin ndodhemi është oligarkia ekonomike, atëherë në vetvete oligarkia ja pamundson sipërmarrësit të ndershëm le të themi garën, konkurrencën në treg pra rritjen e tij në bazë të inovacionit, në bazë të punës, në bazë të përkushtimit që ka në sipërmarrjen e vet. Dhe sigurisht që çdo vend zhvillohet bazuar tek sipërmarrja, padyshim që po. Pra nuk keni alergji nga paraja? Sigurisht që jo, ne duam që të gjithë shqiptarët të pasurojnë. Ama modeli i Edi Ramës pasuron një grup shumë të ngushtë oligarkësh në kurrizë të gjithë shqiptarëve. Ky është në thelb, se thua, kontradita. Dhe rrjedhimisht, sigurisht që jemi kundër sipërmarrjes, po nga ana tjetër pastaj, jo të gjithë shqiptarët mund të jenë sipërmarrës. Të gjithë mund të tentojnë të jenë sipërmarrës, dhe bravo qoftë. U shkos mbar. Ishim gjithë sipërmarrës, nuk e di ku do ishim. Kështu që dikush duhet të punojë, dhe ata që punojnë janë punëtorë. Edhe sipërmarrësit punojnë, ëh? Po dakor, më punojnë me mënyrën e tyre, po. Jo me mënyrën punojnë, është punë. Punë, të gjenerosh ide dhe të kesh vizion dhe të drejtosh organizata, është punë e mirëfillt, më vjen keq. Patjetër, është punë intelektuale, por ama duhet të dikush që prodhon, që i shton vlerë ekonomisë shqiptare, pra ose ekonomisë në një shoqëri të caktuar. Dhe këta janë punëtorët. Dhe dashur në çdo shoqëri, kudo në botë, shumicën e njerëzve përbëjnë punëtorët. Dhe përderisa shumicën e njerëzve përbëjnë punëtorët, atëherë theksi ynë që ndahemi për shembull me agronshenj, është që këta njerëz në marrëdhëniet e punës duhet të respektohen të drejtat në punë. Dhe nuk po themi tani, ku diun se çfarë, të punojnë vetëm 3 ditë në javë. Po themi të drejtat që njeh Kodi i punës i Republikës së Shqipërisë, që sot shkelen me të dyja këmbët. Dhe që të realizohet kjo gjë, në çdo shoqëri moderne duhet të forcohen sindikatat. Dhe ne ja vendosim theksim shumë organizimit punëtor nëpër sindikata për të fituar të drejtat e tyre. Dhe prandaj për shembull, sa herë protestohet jashtë shtetit për ndonjë kauzë caktuar, që s'lidhet detyrimisht drejt për së drejti me punën, kemi masivisht njerëz në shesh. Pse? Sepse janë të organizuar në sindikata, në shoqata, në grupime, dhe rrjedhimisht dalje në shesh, mobilizimin e kanë shumë më të thjeshtë pra. Këtu ndahemi me shehajn. Shehaj thotë jo, gjithë shqiptarët duhet të jenë sipërmarrës. Po mirë, po bën gjithë sipërmarrës, atëherë kush do të bëj telefonat në call center atëherë? Nuk e di se si e ka thënë Shehaj, se nuk është se e kam ndjekur plotësisht, mund të jetë e vërtet kjo, por ne natyrisht si media ju kemi ndjekur edhe kemi pasqyruar, si të thuash, edhe përplasjet që keni pasur, edhe kryesisht përplasjet e ideologjive që kemi vënë re vetë redi është që keni pasur në përgjithësi si lëvizje bashk, po duke nisur që të organizata politike një mpretësi në reagim. Gjë që nuk është vënë re të gjitha lëvizjet e vogla, edhe të gjithë politikanët e rinj, po themi, që u shfaqën në këtë hapësirë. Mirë po, është dukur sikur keni dashur të konkurroni, po themi, ata që drejtojnë emisione politike apo gazetarët. Çfarë dua të them me këtë? E ka bërë Partia Demokratike për një kohë shumë të gjatë. Ishte fantastike në denoncime. Ajsa ndonjëherë edhe ne gazetarëve na i kalonte sepse i kapte problemet. Ju e keni bërë shumë herë më mirë. Pra denonconi, kapni fenomenet, ju kemi ndjekur, jo vetëm për aq kohë sa keni qenë në programe televizive. Mirë po, është krijuar, sidomos gjatë fushatës, ky ndeku mes denoncimit dhe zgjidhjes. Se ju jeni politikan, nuk jeni gazetar, apo jo? Sigurisht jeni njerëz të hapësirës publike, e patjetër gjërat duhen debatuar, argumentet duhen sjell, kundërargumentet duhen sjell,
s'ka diskutim, por ama shoqëria nga ju pret zgjidhje. Dhe mua si gazetare dhe si studiuese e kësaj hapësirë se këtyre debateve që janë zhvilluar më rezulton që nuk e keni pasur në të njëjtin standard artikulimin e zgjidhjeve. Nuk e di sa e vërtetë është dhe si e mendoni ju, por ja ku jemi, më bind për të kundërtën, cilat janë ato zgjidhjet dhe jo zgjidhje që tentojnë të jenë për nga idealja. Sepse ne nuk mund të bëjmë dot një Shqipëri, nuk mund t'i kalojmë dot aq shpejt hapat. Sa vite kemi në tranzicion apo jo? Se me të qeshur kujtoj dhe një status që bëjnë nëse isha 7 vjeç. Sot jam 42. Domethënë kanë kaluar kaq shumë vite. Dhe procesi do kohën e vet, patjetër, po cilat janë ato zgjidhjet që ju mendoni, sepse a jeni ju për një qeveri të madhe që kontrollojnë gjithçka? Jo detyrimisht, jo. Mua më ka shqetësuar në programin tuaj tentativa për të bërë një institut për mediat, për shembull, sepse unë gjykoj që media duhet ta kenë fushën e lirë për të konkuruar, s'ka diskutim. Dhe këtë po ta them në kushtet kur ne drejtojmë këtë median e vogël. S'ka diskutim, mua si drejtuese do më vinte shumë keq që unë censurohem nga çdo lëvizje, nga çdo qeveri. Po, mbase unë kam perceptimin e gabuar dhe ja ku jemi t'i flasim. Shiko. Dhe të flasim për zgjidhje të mundshme të Shqipërisë. Po. Se të gjithë do donin maksimumi, s'ka diskutim. Shiko, pyetja që ti shtron është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme. Sepse mos më manipulo me këtë që thua. Jo, absolutisht, fare. Tani e kam që zanat se hyra politikës. Jo, e di pse them se keni në retorik. Po. Dhe në diskutime jeni shumë lartë, s'ka diskutim. Por çështja është që të flasim për rezultatin dhe zgjidhjet. Sepse është folur, ka shumë politikan që kanë spikatur me artikulimin e tyre. Çështja është çfarë zgjidhim për këta qytetar që po presin ndërkohë. Padyshim është, po them vërtet pyetje e rëndësishme sepse edhe ne i kemi dhënë rëndësinë e duhur pavarësisht se s'kemi pasur mundësinë që ta artikulojmë sa duhet. Se ke shumë drejt në këtë gjë thua, pra që është gjithmonë më e vështirë për të artikuluar zgjidhjen se sa të bësh denoncimin, se denoncimin në sytë të gjithë pak a shumë. Po pse them që i kemi kushtuar rëndësinë e dur, sepse besoj jemi e vetmja forcë politike që në fushatën e fundit kemi hartuar një program të mirëfillt. Të mirëfillt nuk kuptoj që aty brenda kemi zgjidhjet që propozojmë ne për gjitha fushat e rëndësishme. Po, rriti kemi parë programin me detaje madje, sepse në fakt ka qenë një nga programet e vetme që qarkullonte edhe publikisht përkundër partive të tjera që ose u vonuan ose nuk i kishin gjërat shumë të qarta. Po ajo që unë, si thua edhe sa herë më çdo mundësi të jem në studio televizive e kam shtruar, e kam propozuar, le të themi, është që pse të mos mblidhemi dhe të diskutojmë edhe mediatikisht, si më thënë, mbi një propozim të saktë, ose ku bashkohemi dhe ku ndahemi me partitë e tjera në qasjet tona programore. Për shembull, ti me drejt përmendje çështjen e medias, pra e lirisë së medias. Dhe këtu është një diskutim jashtëzakonisht shumë i gjatë, domethënë që po ta hapet në qasjen tonë modeli mediatik. E para punës të them që nuk kemi absolutisht për censurën e medias. Mos kalojmë te media se është një çështje kam përshtypjen më pak e rëndësishme se sa zgjidhjet tuaja në arsim, shëndetësi, jo se media s'ka rëndësi, se patjetër, po kur vim te media pastaj do kemi mbase përplasje më të thekët. Atë ne kemi ndarë programin në 3 shtylla, ose kemi quajtur 3+1, pra shteti zhvillimor, shteti social dhe shteti i së drejtës, pra. Tek shteti zhvillimor japin gjithë peshën e dur, le të themi, sa diskutohen dhe pak më parë mbi modelin zhvillimor që duhet të ndjekë shoqëria shqiptare, e përqendruar më tepër tek prodhimi, tek subvencionimi i sektorëve kyç që siç janë industria apo dhe bujqësia, sepse 30% e shqiptarëve punojnë në bujqësi. E produktit që dilet, pra, që nxirret. Shteti social pastaj jemi marrë me çështje që ti përmende siç është arsimi dhe shëndetësia dhe shërbime sociale, le të themi, që ndihma sociale, pensionet e me radhë, ku propozimet tona vijnë bazuar tek buxhetet që ka shteti shqiptar dhe mënyrën se si i shpërndan parat, le të themi. Po lidhet edhe me nevojën për reforma të thella për të cilat ka nevojë këto dy sektor jetësor. Po shiko, unë për shembull, se unë vetë jam marrë me hartimin e kapitullit për arsimin, po them.
Të qëndrojmë këtu te arsimi. Okej, dhe ajo që ka marrë për bazë është modeli finlandez. Madje mendimin edhe të antarëve tonë diasporës që jetojnë dhe janë të përfshirë në botën arsimore në Finland. Dhe në vetvete nisja e reformës, duhet të nisë nga poshtë, pra duke shkuar tek nevojat që ka çdo shkollë, aq më tepër çdo universitet, duhet një përfshirje e gjerë e komunitetit, e prindërve si thua, me institucionin që ndërmerr reformën dhe me pushtetin lokal në fund ditës, pra se sa për këtyre nevojave janë aty dhe sa mund të plotësohen dhe të ashtu. Nga ana tjetër, qasja në arsim, pra, si do ja bëjmë ne që ti tërheqim studentët të rinjt në arsim, pra, qoftë në atë para universitar dhe në atë universitar. Pra, si t'ja bëjmë që të ngjallin tek ta kurreshtjen për të zbuluar, le themi, botën, po ta themi kështu me terma të përgjithshme, pra ideët, natyrën, shumë shka tjetër. Dhe të gjitha këto janë hapa që ndoqi, le të themi, sistemi finlandez për të bërë një reformim të mirëfillt. Nga ana tjetër, nevojat janë infrastrukturore në arsim, janë bazike. Nuk ke sot një mens për studentët, nuk bën vaki. S'ke një bibliotek, një librari, nuk po flasim për mensa këtu. E kupton, nuk ke një bibliotek. Konviktet, edhe pse është të kurrë numri studentët gjithkohës ankohen se s'ka shtretën në konvikte me një fjalë. Janë për mos folur pastaj për atë para universitar që janë në kushte, domethënë të mjeruara. Dhe duke qenë se nuk jepet rëndësia e nevojshme e arsimit, atëherë detyrimisht kjo pasqyrohet edhe tek aftësimi i studentëve për tregun, edhe te vlera që ka diploma. Pra një sipërmarrës, nëse do të marrë një të ri të diplomuar në punë, sa e bazon zgjedhjen e vet tek diploma? Fare pak, sepse e di që ajo folim në fillim, pra që vlerësimi i vet studentit ka si thua, nuk pasqyron punën e tij, kapacitetin e vet intelektual dhe profesional, pra. Kështu që janë nevojit e një reformim nga poshtë, nevojit e padyshim rritja e buxhetit. Pra nuk mund të flasësh që këtu shpenzohen miliona e miliarda euro, po duam, thjesht për rrugë, për tunele, për incineratorë që s'ekzistojnë, dhe jo për infrastrukturën e arsimit, për pagat e pedagogëve, të mësuesve në radhë parë, pastaj të pedagogëve, të infermierëve në radhë, pastaj të mjekëve, pastaj të specialistëve, pra. Kështu që të gjitha këto janë aspekte, ose janë qasje të një shteti më social, të një politike do të quaja unë social-demokrate, që janë të domosdoshme për një vend si Shqipëria. Po sa të bëshme janë, Redi, se kjo është pyetja, sa të bëshme, sa po merr një modelin finlandez, një nga modelet më të mira në edukim. A është efektive të marrim këtë model për t'u implementuar në Shqipëri, se është pak e vështirë, mendoj. Sa larg jemi ne me modelin finlandez? Sepse në qoftë se ti do të bësh këtë zgjidhje të një modeli finlandez, do të duhen shumë para. Do duhet që ne të ndryshojmë së pari në pikpamje kulturore edhe të përditshmërisë se si gjykojmë gjërat, apo jo? E vërtet, shumë e vërtet. Po sa e bëshme është, pra? Po ja ta them. Se kjo është kritika kryesore që keni. Domethënë idetë keni shumë të mira, s'ka diskutim, disa prej ideve, jo të gjitha, për të mos thënë, sepse jo të gjitha i keni të mira, por disa ide që ju edhe i keni artikuluar janë të rëndësishme për të bërë. Po sa të bëshme janë. Pra a jemi utopik në këtë apo jo? Nuk besoj se jo, dhe ta shpjegoj sepse. Le të nisim nga pyetja se cili është sistemi arsimor sot në Shqipëri. Jo thjesht sistemi, po mendësia, siç e përmendet ti, pra. Qasja e popullit thjesht ndaj arsimit. Po. Atëherë. Për fat keq, qasja sot e prindërve merre fëmijën mbaj, edukoje, unë ta kam sill në shkollë, me mua s'ke punë, unë jam në punë. Nuk po them se jo të gjithë janë kështu, por mendësia dominante, pra që prindi e merr fëmijën dhe e plas në shkollë, ore shumë mirë që e sill në shkollë. Po çështja është që mbase nuk gjykon kulturalisht ndryshe, që ky fëmijë nuk është produkt vetëm i sistemit arsimor, por është produkt i familjes në radhë parë, apo jo? Me drejt. Shiko, ajo që më ka bërë mua përshtypje, edhe kur nisa punën si pedagog, pra, ishte fakti që kur isha unë në gjimnaz, në Gjirokastër, dhe le themi mbaron të shkolla dhe dilnin kalonin të gjithë mësuesit e mi të gjimnazit kalonin përpara zyrës urbanistike ku punonte mamaja ime. Dhe mamaja i ndalte mësuesit dhe thoshte ç'bën ai imi? A mëson as mëson? Po s'mëson, si thua, detyroheni, më thoj që edhe unë të flas me të. Pra, i nxiste mësuesit e mi që të ushtronin më shumë autoritetin ndaj teje, presion ndaj meje që të mësoja, pra. Pra,
Dhe kjo ishte jo thjesht karakteristike për familjen time, por ishte pak a shumë për gjithë nxënësit e gjimnazit. Pra prindërit gjithmonë kërkonin më shumë pra. Dhe ajo që më ka habitur mua në këtë ndryshimin kulturor në shoqërinë shqiptare është që në shumë unë vetë kur isha pedagog, vinin prindrit dhe më thoshin kalojnë çika atë birin tim domethënë. Dhe unë habitesha se si prindi do që fëmia e vet thjesht marrja atë copën e kartonit pa pasur njohurit bazike që do t'i hynë në punë në profesionin e së ardhmes. Pra si ka ndryshuar ky mentalitet në këtë mënyrën këtu pra. Dhe se si nuk përpiqen për më mirë për fëmijën e vet, por për thjesht për atë aspektin formal. Dhe nëse ne kemi pasur në këto vite një ndryshim të mentalitetit të qasjes ndaj arsimit, sepse besoj bie dakord që shqiptarët, sidomos le të themi kur dolën nga regjimi, kishin gjithmonë këtë dashuri ndaj shkollës, le të themi. Edhe sepse regjimi i shkuar i kufizonte disa në bazë të biografisë, le të themi. Vazhdojmë ta kemi akoma dashurinë. Po vazhdojmë ta kemi, pra kjo është çështja. Që duam edukimin, po problemi është që më duket se duam gabim edukimin. Jo, vazhdojmë, është gjithmonë ajo dëshira e prindrit që fëmia e vet të arsimohet. Dhe këtë jo detyrimisht e kanë gjithë popujt. Nëse shkonin në Francë, shumë kush mund të ndjek pasionet e veta, mund të bëhet marangoz edhe ku vonë jetë mund të hyjë edhe një lloj fushë studimi. Ndërkohë që tek ne është kjo dëshira e madhe. Këtu biem dakord, po se ndoshta është vetmja rrugëzgjidhje mbase në për fëmijët e tyre dhe për familjet edhe për. Po përpiqem të them pra që nëse më parë ka qenë e vetmja rrugëzgjidhje, realisht pra që të ngjisje këtë shkallarin sociale që quhet, duhet kaloje nëpërmjet dyrave të universitetit dhe specializim, aftësimit tënd profesional. Sot është kthyer edhe vetë tregu dhe mundësitë e punësimit janë kthyer në marrëdhënie kështu formale, a ke apo se ke atë copën e letrës pra. E kupton? Dhe ky është problemi që edhe kërkesa tashmë e vet disa prej prindërve të paktën është që të marrim atë letrën edhe të ecim përpara. Kryejm punë. Dhe kur vjen puna pastaj tek reformimi i arsimit, prandaj gjëja e parë që të përmenda, hapi i parë që hodhi le të themi shoqëria finlandeze drejt reformimit ishte konsultimi me prindrit. Pra, i hym një pune, po i hym bashk, i hym me një synim të përbashkët dhe duhet po aq ndihma e prindrit, saç duhet ndihma e qeverisë, saç duhet ndihma e mësuesit. Pra është një ndërthurje e një vizioni që nis nga diku për të shkuar diku dhe që duke përfshirë sa më shumë aktor nga baza, nga poshtë, mund të jetë, si thua, i arrir, pra mund të sjell rezultate. Ne kemi, mendoj unë, një lloj kështu tuajsimi ose alienimi të vet qytetarit me institucionet. Pra, qoftë me institucionet arsimore, me shëndetësore, me institucionet shtetërore, pastaj po, ku qytetari ndjehet sa më i thjeshtë të jetë, për ta thënë kështu, aq më i dobët ndihet përballë shtetit, përballë institucioneve shtetërore, ndërkohë që nëse në vendet skandinave, Gjermania, po duam, qytetari është shumë herë më i përfshirë, por është edhe shumë herë më i zëshëm në kërkesën e llogarisë në institucioneve shtetërore, sepse veten e ndjen shumë më të përfaqësuar dhe shumë më të përfshirë në procesin e vendimarrjes pra. Dhe në këtë mendoj që është e mundshme kjo për Shqipërinë? Sigurisht, pse jo? Sa vite do kjo? Po nuk e di se sa vite do, po çështja shtrohet. A duhet ta nisim nga ndiku dhe a nuk duhet ta nisim nga përfshirja e shoqërisë në reformimin e institucioneve që janë thelbësore për shoqërinë, siç mund të jetë arsimi, shëndetësia. Nëse flasim për shembull për pensionet, nuk është thjesht çështje se sa para ka shteti, por është çështje si jetojnë këta prindër dhe ç'e efekte ka në demografinë e Shqipërisë. Pra nëse të rinjt detyrohen. Si jetojnë prindrit me remitancë? Me remitancë, pra pikërisht. Pra të rinjt prindrit nuk blejnë dot ilaçet. Ata nëse të rinjt detyrohen të shkojnë jashtë shtetit. Po që të rriten pensionet duhen para aty në buxhet pra. Po jo vetëm si do t'i gjeneroni këto para aty? Nëse do të jeni nesër në gjëja më e thjeshtë që thon gjithë është që duhet vjedhur. Veçse që më e thjeshtë. Ne këtë e dim gjithë që s'duhet vjedhur patjetër. Ne e kemi seriozisht, të tjerë nuk e di se sa seriozisht e kanë. Sepse për shembull kontrolli i lartë i shtetit rreth 1 miliard euro gjithë vit për vit, çfarë ose i konsideron si para të humbura në për. E dyta është çështja që nëse për shembull sot për çdo pensionist kontribuojnë 1.14 punëtor. Pra vetëm 1.14. Raporti është thuajse 1:1 për një pensionist, një punëtor. Në vendet e tjera është 1:3. Pra 3 punëtor punojnë dhe nëpërmjet kontributeve të tyre paguajnë pensionin e pensionistit. Ç'dua të them me këtë? Fakti që nëse gjithë rinia
ose le themi fuqia punëtore intelektuale, po dhe krahu i punës largohet jashtë Shqipërisë, pikërisht për të mbajtur me remitanca prindrit e tyre në Shqipëri. Në qoftë se pastaj ata që punësojnë në Shqipëri, shpesh herë punësojnë në të zezë, pra nuk u paguhen sigurimet shëndetësore shoqërore, atëherë gjitha këto rëndojnë në buxhetin që shteti i alokon fondit të pensioneve, si thua. Që duhet formalizuar marrëdhëniet në punë, duhen sindikata të forta, duhen inspektorati i punës duhet të jetë shumë i fortë, me njerëz të përgatitur, me juristë të rinj, me ekonomistë të rinj, që shkojnë aty dhe bëjnë punën, si thua, në mënyrë kompetente. Për shembull, modeli kanadez, prap tani. Inspektorati i punës në Kanada përbëhet nga juristët më të aftë kanadez. Modelin kanadez do marrë, se smirë do të Amerikanin. Amerikani është më problematik se kanadezi, pra pikërisht për me të ngacmoj tani se normalisht. Pra, ti po na garanton në këtë bisedë që zgjidhjet tuaja janë të bëshme në Shqipëri, plotësisht të bëshme. Unë po them që modeli për të arritur tek zgjidhja dhe nuk janë kështu është ky, po sigurisht. Thjesht në ajër, pra. Duhet nisur nga, shko, këto janë zgjedhje të vështira. Sepse po të qenë të thjeshta do kish bërë dhe Edi Rama. Nëse si kushton gjë drejtuesit qeverisë që të ndërmarrë një politikë sociale në të mirë të njerëzve, atëherë ndërmerr. Problemi është se ku është fokusi. Jo se fokusi është tek pasurimi, te avantazhimi i pastrimit parave dhe jo i ndërtimit të një baze industriale, si më thënë, ose prodhuese në vend. Nëse synimi është që ka probleme arsimi, le t'i zgjidhë vetë tregu. Po them për arsimin publik tani, se sigurisht që arsimi privat është arsim privat. Pra ju nuk jeni për zgjidhjen vetë nga tregu pra që po jo gjithçka mund ta zgjidhë tregu. Harmonia të krijohet vetë ju nga tregu. Jo, ne besojmë se jo gjithçka mund ta krijojë tregu. Prandaj është shteti. Duhet dora e fortë e qeverisë? Po nuk ka nevojë të jetë shumë e fortë. Mjafton që ti përshtatet nevojave të shoqërisë, pra. Dhe sa më shumë plotësohen këto nevoja, aq më e panevojshme bëhet dora e qeverisë. Është e thjeshtë kjo. Tani të kalojmë te ajo gjëja që doni ju të bëni me mediat. Se aty e ka merakun. Sepse në mediat e urrejmë censurën, e urrejmë kontrollin. Me të drejtë, totalisht me drejtë. Me të drejtë? Sigurisht. Po atëherë pse doni të na kontrolloni pra? Ne s'duam të kontrollojmë, si thua, përmbajtjen, kontentin që nxjerr media. Absolutisht jo. Po ti po kontrollove sistemin e financimit të medias, ose po deshet futësh duart aty, edhe mos ta lësh tregun të vendos, këtu kemi një problem. Problemi që kemi ne aktualisht, dhe nuk e di sa bjem dakord këtu, dhe pastaj mund ta diskutojmë. Unë bjem dakord që s'do bjem dakord, patjetër. Okej, problemi që kemi aktualisht me modelin mediatik është që përbëhet nga një model ku mediat nuk janë në vetvete një biznes fitimprurës, në përgjithësi po themi, po janë kryesisht një mënyrë që një oligark, po themi në rastin e përgjithshëm i ndërtimit, të ushtrojë presion nëpërmjet opinionit publik ndaj qeverisë. Dhe prandaj hap edhe një media. Dhe në këtë mënyrë, ajo që ka bërë tregu, le ta themi kështu, është një lloj qasje të përafërt mes politikanit që është pushtetarin, në konkret, dhe oligarkut, një lloj konvergjencë, si thua, e cila pasqyrohet dhe në atë që ata shfaqin nëpërmjet medias tyre në opinionin publik. Me fjalë të tjera. Ne jemi dakord me këtë. Okej, po ndërhyrja juaj ku çfarë do bëni ju? Po një gjë e thjeshtë fare. Si për shembull? Një sipërmarrës i medias nuk mund të përfitojë, nuk mund të jetë investitor strategjik dhe të përfitojë fonde nga qeveria. Këtu bjem dakord. Po, dakord. Nuk bën sens, ka një si thua konflikt interesi në këtë pikë mes opinionit publik dhe interesit personal. Ai instituti i medias në thelb nuk ka për synim të censurojë median. Po çfarë? Po jam është dhe ama sot apo jo? Po se keni plotësisht idenë si ama. Po tani për median janë diskutuar disa iniciativa në Shqipëri, është diskutuar një ligj anti-shpifje, është diskutuar shumë për të pasur një autoritet që kontrolloj mediat online, por këto diskutime janë bërë kryesisht për interes të qeverisë, sepse qeveria e ka kuptuar që të vetmet kanale kanë qenë këto mediat online që edhe publikonin hulumtime, investigime, çanin këtë barrikadën e madhe të censurës që përgjithsisht e kanë televizionet në Shqipëri. Kështu që janë diskutuar disa alternativa, të cilat gazetarët dhe mediat dhe ata që drejtojnë
apo dhe gazetarët që mund të punojnë dhe freelancer nuk i kanë fort me qef. Jo, absolutisht as ne si kemi fort me qef. Ju çfarë do bëni me atë institutin? Në radhë parë të sqaroj që ne jemi absolutisht pro ligjit të censurës, pra, ose të si e quajnë këta, të kundër shpifjes, a diçka e tillë, absolutisht. Po, ai është hedhur me kohë si, domethënë, s'ka diskutim, nuk po merremi me atë si detaj, po flas për këtë sistemin e kapur, cili do të jetë. Po ja, pra, në vetvete fakti që le të themi bordi drejtues i Yamas përcaktohet nga shumica qeveritare, bën që edhe funksioni i vet të mos jetë ai i duhur. Pra, duhet një mënyrë e pavarur për të kontrolluar një media në mënyrë sa më objektive, jetë mundur ose në të mirë të opinionit publik, le të themi kështu. Nëse misioni i medias është që të informojë siç duhet në mënyrë të drejtë opinionin publik, atëherë si të arrijmë këtë gjë? Aktualisht që flasim, kemi një model që lidhet oligarkia ekonomike me pushtetin dhe me mediat dhe me tenderat. Pra, tani si ta thyejmë këtë rreth? Një nga veprimet është që këta që drejtojnë dhe kanë mediat mos jenë investitorë strategjik. S'mund të përfitojnë absolutisht nga shteti shqiptar, domethënë. Kjo është kontradiktë, domethënë është konflikt interesi, pra i thash pak më parë. Nga ana tjetër, nëse janë se thua sipërmarrës në ndërtim, atëherë edhe këtu ka një problem, nëse merr leje pafundësisht nga kryetari KKTU-s që është Edi Rama, domethënë. Gjithmonë të njëjtë njerëz, në pak duar. Më çove te çështja jote gjatë fushatës, edhe çështja ku u përmend babai yt. Shpeshherë mund të kemi raste ku njerëzit akuzohen, dhe siç e keni quajtur ju, jeni akuzuar me pa të drejtë në fakt dhe dua t'ju pyes për këtë, për çështjen e aksioneve. Ju patjetër u përgjigjet, po unë dua të di sa ndikoi kjo në fushatën tuaj, ky sulm që në një farë mënyrë u bë dhe pak me goditje poshtë brezit gjatë fushatës. Se ja ku dolëm tek një që ju e keni quajtur thashë themnaj ose akuze kot, e ndërkohë mund të kemi këtu edhe biznesmen të mediave apo drejtues të mediave që mund të akuzohen kot e mkot. Po, patjetër. Pastaj akuzat duhet i vërtetojë gjykata, padyshim, nuk është nuk është se çdo gjë që thuhet është e vërtetë. Megjithatë, sa i përket çështjes për të cilën unë u akuzova, unë besoj se nuk pati ndonjë ndikim të madh gjatë fushatës, sepse në radhë parë nisi si një kështu teori konspirative e një portali anonim, me një fjalë. Dhe që në thelb nuk kishte asgjë të vërtetë me vet. Fakti ama është që edhe pas fushatës, meqense më pak më parë folëm për këto partitë e reja, eksponentët të dyja partive të reja e përdorën këtë si argument në debate televizive ku nuk isha e pranishëm unë, po ishin anëtarë të tjerë të televizjes bashkë, pra duke e manipuluar në vetvete, si më thënë, dhe atë akuzë që u hodh, sepse po më akuzojmë sikur babai im ka qenë ndonjëherë investitor strategjik, që investitor strategjik tani vonë u fut si ligj, babai im ka 10-12 vjet që është në pension, se nuk e di, jemi përfituesa, nuk e di se çfarë. Ndërkohë që sa i takon ngjarjes, kushdo mund të shkojë në profilin tim në Facebook, ku e kam postuar me fotografi dhe kam bërë një shtjellim kronologjik. Po ti tani për ata që po na dëgjojnë, a mund të bësh një përmbledhje të vërtetës tënde? Okej. Atëre, babai im, të xhaxhai im, pas ndryshimit të regjimit, ishin të dy inxhinier me profesion dhe edhe me një ortak. Të tretë nisën një kompani ndërtimi. Po sigurisht me kapital zero, se kur dolim nga regjimi. Veçse për shkak të lidhjeve të xhaxhait, që kishte studiuar në Itali me italianët, u bë një shoqëri italo-shqiptare, le të themi, ku investitor sigurisht ishin italianët, këta shqiptarët u ishin ngel ca lopata, ca kështu gjëra. Pra ishin ndërtuesit. Dhe nuk e di tani fiks në çfarë viti u mor leja për të ndërtuar një fshat turistik në zonën e Eksamilit, pra. Nisën punimet dhe ato pak para që kishin këta edhe bën ato ndërtimet që bën, si thua, dhe pastaj ndodhen ngjarjet e 97-s, ku jo vetëm që u ndërpren punimet, po pala shqiptare që ishte babai dhe xhaxhai, nuk morën as ato, nuk e di sa milion lekë të vjetra ishin tani, se e kam shkruar aty, thash po s'më kujtohet tani se sa ishin. Dhe ngeli kjo punë. Dhe italianët që kur pan apokalipsin që ndodhi në Shqipëri thanë jo, ne nuk hedhim më lekë, nuk përfshihemi në këtë projekt më. Megjithatë, këta italiani ja kaluan një italiani tjetër, le të themi, lejen që kishin marrë, ky italiani tjetër u lidh me Tandulakun
Dhe në këtë borxh që kishte ndaj kompanisë shqiptare të Timatit dhe të Xhaxhait, u tha, po mirë, ju tha mund të hyni si pronar toke. Pra që këtë tokën këtu i bide 0,8% babait, 0,8% Xhaxhait. Dhe Xhaxhai i shiti aksionet e veta. Ko që babai im në letër ka vetëm 0,8% të asaj gjës që investitor dhe ndërtues tashmë është italiani me Artan Dulakun, me pak fjalë. Vetëse kur këta e portretizojnë në media që të na sulmojnë, thotë 0,8% thotë është kaq dyqane e kaq vila, ne në letër s'kemi 0. Nëse dikush më nxjerr që në pronësinë tonë në Ksamil ku po bëhet ai fshati, ne kemi një diçka, një pronë të shkruar, atëherë unë triqem. Po a keni 0,8% pra? E kemi në letër 0,8%. Prandaj Xhaxhai i shiti. Babai im kishte si ka shitur akoma me pak fjalë. 0% si pronar toke. Tani ku është këtu investitori strategjik e ku është këtu komploti i sepse ne mua më quhen edhe oligark, edhe komunist. Tani këto të dyja gjërat janë çik kontradiktore. Kontrasti u bë debat, domethënë që edhe janë pozicionuar kundër oligarkëve, edhe ja ku ka gjurmë. Shiko, si është keq përdorur? Ty Redi, çfarë të shqetësoi në gjithë këtë histori? Nuk është se më shqetësoi ndonjë gjë. Sigurisht i ke të vërtetën tënde patjetër, por në gjithë këtë debat që u krijua dhe nuk është herë e parë. Ndaj meje personalisht është herë e parë në fakt që u hodh një baltë, le të themi, po nuk është herë e parë që për shembull ndaj Arlindit të akuzohet për ku diun. Për lidhje me Sorosin, për ortak me Erion Velin, për pronar pallatesh me lloj të gjërash. Shikoj, një nga tezat që shetur në opinionin publik është që organizata politike dhe lëvizja bashkë në fakt është krijuar për të kanalizuar votën e revoltës kundër Ramës. Nuk e di nëse e ke dëgjuar si tezë. Këtë tezë ka ngritur kryesisht PD-ja me bashkë. Në momentin kur nuk i interesonte që ne po ngriheshim, le të themi, me ato me protestën studentore, me gjithë aktivitetin që kishim hot teza që nuk është e vërtetë apo jo? Po sigurisht që nuk është e vërtetë. Se po kalojmë nga çështja në çështje, po të kthehemi te çështja e për çfarë të erdhi keq ty? Mua nuk ka se ç'të më vi keq. Ose të bezdisi. Okej. Tani një bezdi patjetër se po kandidoja apo jo? Ajo që dua të them është që përderisa i hym politikës dhe i hym politikës në Shqipëri, është fare e pritshme që të lindin insinuata të tilla dhe të ketë sulme të tilla që nuk bazohen fare në realitet. Po marr një rast për shembull. Doli përfaqësuese e mundësisë dhe tha që Xhaxhai i Redit tha ka qenë kryetari i shoqatës së ndërtuesve. Është e vërtetë që ka qenë kryetari i shoqatës së ndërtuesve, vetëse për popullin thjesht që dëgjon, që nuk e ka idenë se çfarë është shoqata e ndërtuesve, mendon se gjithë ta oligarkët e mëdhenj të ndërtimit jam mbledhur aty. Kanë këtë shoqatën dhe ky Xhaxhai është kryetari i kësaj shoqate më fal. Ndërkohë që ata që janë oligarkë s'kan nevojë për shoqatë, se lidhjen e kanë direkte me kryeministrin. Shoqata e ndërtuesve, ku kryetari është Xhaxhai, ishte një shoqë mblidheshin këta ndërtuesit e vegjël dhe i propozonin her pas here nëpër komisione qeverisë çfarë masësh duhet të ndërmarr. Edhe në lidhje me për shembull veprat hidrike që janë bërë në Shqipëri, pra që po prishën argjinaturat, e kemi përmbytje, po çajin digat e të gjitha gjërat e injoruara, si thua nga Edi Rama, thelbësisht pra. Veçse un jam krenar që Xhaxhai im është ai inxhinier që është dhe madje edhe sot e kësaj dite që bë vite që është në pension, është ndër këshilltar kryesor të mi mbi çështjet e ndërtimit, sepse ka një eksperiencë jashtëzakonshme. Dhe që ishte edhe kryetari i shoqatës së ndërtuesve është prap krenari për të dhe për mua bashkë, si më thënë. Po ja se si thua pervertohet ose kthehet përmbys kjo fakti që ka qenë kryetari i shoqatës, ose shoqata e gjuetarëve me pak fjalë. Kaq peshka dhe shoqata e ndërtuesve në politikë bërje. Fakti për shembull që një eksponent i një partie të re e marr nga një portal anonim e merr këtë çështje dhe e sjell si argument pas zgjedhjeve, tregon që detyrimisht politika shqiptare ka edhe këto goditjet në brez, ngjit aq sa ngjitej një pjesë e popullatës, vetëse ne po të shqetësoheshim nga gjitha këto, s'do i hynin fare kësaj gjë. Ne thjesht vazhdojmë përpara dhe sqarojmë publikun për aq sa na takon. Jo, unë do të sqaroj këtë. Unë vetë personalisht nuk kam asnjë gjë me sipërmarrësit që zhvillohen, për sa kohë aty nuk ka korrupsion, nuk ka nepotizëm dhe gjërat bëhen ligjërisht. Po ti si e shikon çështjen? Pra, këta njerëz që janë zhvilluar, qoftë edhe familjarët e tu, se te ke fundit është e drejta e tyre. Ti si e shikon pozicionin? E ke parë me sy kritik? Si e shikon? Jo, absolutisht. Unë jam me vjen qasë që the ti. Pra, kushdo në profesionin e vet, qoftë ndërtues, qoftë çfarë lloj sipërmarrje ka, konform ligjit, po konform ligjit do të thotë që të
të respektoj dhe lejet mjedisore, të bëj edhe konsulta me banorët që preken nga një projekt i saktuar, siç mund të jetë projekti që duan të bëjnë tani të marrin ujin e zonave të fshatrave, të Tragjasit, të Kuçit dhe t'i lënë pa ujë ata njerëz me fjalë. Atë është bërë diskutimi, është bërë një diskutim i gjerë në radhë parë me banorë, por pastaj edhe në opinion publik. Po me babain tënd e diskutove çështjen? Pra këtë çështje që ndodhi. Ore e diskutova për ore më sqaron çik se si është muhabeti. Këtë diskutova dhe më sqaroj. Dhe këtë pastaj ky është qëndrimi im, domethënë. Ka që bëri ndonjë koment që mund ta ndash me ne? Po nuk është se bëri një koment specifik, por të sqaroj çështjen. Thjesht më sqaroj çështjen dhe kur unë mbajta qëndrimin tim publik në rrjetet sociale, si më thënë, të gjithë ata që e njohin babain dhe xhaxhain tim sigurisht na dolën në mbrojtje edhe në me letra jeni pronar 0.8%. Po në letra jemi pronar 0.8%. Me letra pa letra ngelesh pronar. Po dakord, nuk kam kundër pronar. Ska ndonjë gjë. Kështu që ja vjen kompromisit. Po e sqaruam edhe këtë pjesën se kisha merak se mos e harroj edhe do më kritikonin gazetarët që kishe Redin në bisedë dhe nuk e pyete për këtë gjë. Çfarë gazetari je ti? Prandaj dhe unë nxitova po. Na trego pak marrëdhëniet që ke me Arlindin. Ne në media si na erdhi papritur që do të ishe ti deputeti. Cila është marrëdhënia jote me Arlindin dhe pse vendosët që ti ishe ti? Si vendosët, jo pse? Sepse sigurisht në bazë kontributit, në bazë vendimeve tuaja, po si ndodhi që vendosët? Shko, në radhë parë për Arlindin, unë Arlindin thash e njoh që nga ngjarjet e 21 janarit, me fjalë, 15 vjet pothuajse. Dhe në këtë që do them mund të interpretohet si një dozë patetizmi ndoshta, por është sinqerisht ajo që unë mendoj për këtë. Se çfarë mendojnë të tjerët nuk është puna jote. E di, po them që po i parapri. Sepse për sa më takon unë Arlindin në këto 15 vite që i njoh, e konsideroj si një njeri të rrallë për kontekstin shqiptar, pra. Tani ç'dua të them me këtë, nuk është se të veçantë atë nuk e bën as karizma në retorik, sepse ka plot politikanë që kanë retorik të mirë, as intuita politike, se ka plot të tjerë që e kanë këtë intuit, po besoj se të veçantë atë e bën fakti që integriteti. Ai ja ka përkushtuar jetën parimeve dhe ideve të tij. Dhe kur një njeri mishëron idetë e tij, besoj se është një njeri që thua tërheq me vete dhe një lëvizje. Është modeli i duhur. Po është modeli që ti të rendësh. Tani kur themi idetë e tij, idetë që të gjithë ne lëvizjen bashkë besojmë se janë të duhurat për shoqërinë shqiptare, se mund dal një lider karizmatik që mora rezultojnë edhe jo si PD-ja, domethënë me një lider që vendos gjithçka apo jo? Janë ndryshe dinamikat e ju. Janë shumë ndryshe tash të vite se si u bëra unë deputet dhe jo Arlindi, pra. Patjetër, se do të lë pa u përgjigjur te kjo. Jo, po ta kam fjalën këtu që një njeri i cili thash i mishëron idetë e tij që ne besojmë se janë idetë e duhurat për shoqërinë, se dikush mund të ketë ide edhe për të kolonizuar Marsin. Mi thotë, ai kthehet në kult atëre. Ndërkohë që një ide që jeton ashtu siç flet, për ta thënë, është një njeri i cili rrallë kund mund të gjendet në shoqërinë shqiptare, për ta thënë kështu. Kështu që marrëdhënia ime me të është marrëdhënia në një farë mënyrë me një shok timin me të cilin kemi bërë një rrugëtim politik, angazhimi politik. Jo detyrimisht elektoral, por ma angazhimi në kauzat të cilat ne i konsiderojmë të drejta dhe që ta thash në fillim të bisedës tonë, për mua ka qenë një faktor jashtëzakonisht shumë i rëndësishëm, që më ka mbajtur në vend dhe që, për ta thënë kështu, i ka dhënë kuptimi jetës time, pa fjalë, angazhimi politik. Krah Arlindi dhe shumë kujt tjetër, djemve dhe vajzave në lëvizjen bashkë. Kështu që e konsideroj një njeri me integritet dhe njeriun e dur për transformime rrënjësore në Shqipëri, pra. Do kandidoj për Bashkinë e Tiranës? E keni vendosur? Shiko, ai doli si kandidat në zgjedhjet e pjesme që pritet të mbaheshin, por që u anuluan. Po, patjetër, për shkak dinamikave, po që në 2027 pastaj nuk e di të presim. Pse nuk e them dot unë? Sepse nuk është vendim as i imi, as i Arlindit që do kandidojë. Jo, mendova se mos e kishit marr vendimin. Jo, për të ardhur tek mënyra se si dola unë në listë. Arlindi e kishte në vetvete, jo thjesht Arlindi, po të gjithë në lëvizjen bashkë. E kishte një lloj shqetësimi faktin që jo shumë kujt që ne konsiderojmë të aftë në lëvizjen bashkë, ishte dhe mundësia që të artikulohet dal në syrin e opinionit publik, le të themi. Dhe rrjedhimisht Arlindi propozoi këtë gjë në ato këshillat tona, si thua, që të mos ishte ai i pari që garonte në listën e për zgjedhjet e fundit, por të ishte diku më poshtë në listë. Dhe në varësi të
mundësisë për të nxjerrë deputet që ne perceptonim para zgjedhjeve, ai tha mund të jemi treti, mund të jemi katërti në listë. Pra, nëse ne do fusim 4 deputet, unë do jemi katërti. Pse? Duke qenë një figura qendrore, thoshte ai, që i njeh opinionin publik, duke votuar Lëvizjen Bashk, le të themi fal meje, do të rreqi me vete edhe të tjerë. Të njëjtën strategji që ka përdorur dhe Rama në listat e deputetëve, ku ka dalë për shembull mos gaboj në Vlorë 8 ose Rama ka e njëjta strategji. Nuk është e njëjta strategji sepse Rama i 8 në Vlorë është i sigurt që do të hyj deputet, sepse në Vlorë nuk e di sa deputet hyn. Tani fiks po. Patjetër. Jam dakord në këtë aspekt po. Ishte te lista e sigurt Rama. Që Qorri nuk ishte te lista e sigurt, dëshmoj rezultati i zgjedhjeve, se Qorri nuk u fut dot në kuvend, pavarësisht se vendosi dyti pas. Parashikuar këtë që mund të duket edhe kështu rezultati. Madje pati një debat shumë të gjerë se në ç'pozicion do kandidonte Qorri, sepse Qorri thoshte mund të jemi treti, mund të jemi katërti. Gjithë ne thoshim që nuk duhet ta rrezikojmë. Tani dakord me këtë si strategji politike, po ti duhet të jesh të paktën i dyti. Dhe në fund për këtë gjë u votua. Ne kemi këshill koordinues për bërë nga 56 antar mos gaboj, dhe u hodh në votë. Jeni të rinj aty kryesisht? Sigurisht. Jemi na jep sa detaje. Jemi kryesisht, nuk e di tani, të rinj, do thoja unë, po njerëz të profesioneve ndryshme dhe në mosh profesionesh, si thuash. Kemi më pak student nga që kishim dikur, sepse edhe ata jemi rritur tashmë. Jemi rritur tashmë, kështu që. Marr me mend. Po dashur kemi edhe përfaqësues nga pensionistët, sepse me pensionistët jemi angazhuar dhe si më thonë i kemi përfshirë brenda strukturave tona. Kështu që ka një amalgam njerëzish, le të themi. Po mënyra se si pozicioni. Dhe çfarë tha Arlindi kur doli i katërti? Jo, Arlindi u votua që ishte i dyti në listë. I dyti, po. Dhe rezultati ishte i dyti. Arlindi pranoi vendimin e votës së Këshillit Koordinues të Lëvizjes Bashk. Ashtu si kundër, unë që isha i pari në listë konkurova me antarë të tjerë të Lëvizjes Bashk, u votua dhe u votua që këtë bardh ma linin mua. Detyrimisht unë dola i pari në listë. Pra votohet brenda Lëvizjes Bashk. Sigurisht. Dhe kjo është thejbi. Si jemi mësuar me parti që e dim se si votojnë, ose ka parti që s'votojnë fare si PS-ja, po themi. Patjetër, dhe që ka qenë një ndër, si thua, gjërat më të rëndësishme edhe të organizimit ton, pra, sepse që në ngjizjen ton, le të themi, demokracia e brendshme ka qenë demokracia jo vetëm në debate, në diskutime që shpeshherë na zora dyne dhe natës duke u zënë me njëri tjetrin, se s'bijem dakord. Por që në fund çdo debat, çdo diskutim zgjidhet nëpërmjet votës. Vota është ajo që përcakton pastaj se ç'a linja do ndiqet, le të themi. Dhe kjo ka qenë karakteristike e jona të cilën e kemi shumë të vyer dhe duhem ta mbajmë, dhe ky duhet të jetë modeli i funksionimit të çdo partie politike, mendoj unë, dhe që është vetëm fal kësaj mënyre që ne besojmë tek reformat që propozuam pak më parë. Sepse ne besojmë që nëpërmjet përfshirjes së njerëzve në mënyrë aktive, në ndarje opinionesh, në përballje diskutimesh dhe debatesh, ti mund të ecësh përpara, mund të marrësh angazhimin e shumë kujt drejt një kauze të përbashkët. Po si karaktere, si jeni ju të dy? Ti dhe Arlindi jeni të ngjashëm, jeni të kundërt, se do duhet kesh edhe atë kiminë e duhur të punosh me bashkëpunëtorët, ë? Besoj. Po flasim për kimi profesionale dhe se mos keq kuptohet. Jo. Besoj se jemi goxha të ndryshëm si tipa. Arlindi është disi, ta them kështu, jo fort social. Pa thënë që është asocial. Megjithatë nuk është tip shumë social, është më tepër njeri që studion shumë, punon shumë, i përkushtohet asaj gjës së vet, por nuk është natyrë individualiste? Jo, absolutisht jo, individualiste, por jo nuk ndihet shumë rehat, mendoj unë, në plot rrethana dhe situata sociale, ose kjo është përshtypja ime të paktën. Pse natyrisht përvoja të bën dhe selektiv, patjetër. Edhe kjo mund të jetë, detyrimisht, ndërkohë që të bën edhe ta kursesh energjinë dhe ta çosh aty ku duhet. Po. Nga ana tjetër më duket se edhe në qasjen ton Arlindi është një njeri që në mënyrën e të shprehur vetë ka në mënyrë shumë përplasje, më potente, më drejt përplasjes, si më thën, me një intonacion shumë më të egër, le ta them kështu. Perceptimi për ty është i imi që je në natyrë pak më shtruar. Jam natyrë që përpiqem më tepër të jap argumentin në mënyrë më të qetë, ose ta marr çik këtë përballjen edhe me kundërshtarën televizione për shkakun, ta marr çik më tepër me ironi se sa me kundërvënie duke ngritur zërin, si më thon, e kupton? Është natyra e njeriu, nuk ka të bëjë me, nuk e di cila strategji është më e mirë, me thënë drejtën, sepse ka plot që më komentojnë dhe më thonë që ti duhet të jesh çik më agresiv,
Dhe ka plot tjerë që thonë që mos e ndryshoj këtë se e ke mirë, sepse ka dhe modele të mira kështu. Kështu që shpresoj se edhe në këtë dallim që kemi në qasjen tonë, sikur të balancojmë njëri tjetrin në një Tani mënyrë. sa konsultohesh me Arlindin për daljet e tua në kuvend, në komisione, si keni të organizuar? Se patjetër duhet të ketë një konsult brenda partisë apo Sigurisht, po sidomos me Arlindin në këtë rast. Unë do thoya ne kemi mbledhje 2 herë në javë të sekretariatit të Lëvizjes Bashk. Në sekretariati përbëhet nga 9 anëtar, ku përfshihet dhe Arlindi dhe unë, të paktën deri në zgjedhjet e ardhshme të kongresit që kemi në fund dhjetorit, dhe që diskutojmë për çdo lloj, si thua, dileme le të themi që kemi kështu. Unë nuk është se as me Arlindin dhe as me sekretariatin nuk konsultohem posaçërisht për çdo projekt ligj të cilët unë duhet ta ngre dhe ta debatoj, si më thënë, sepse për këtë gjë është krijuar një grup tjetër brenda Lëvizjes Bashk, një grup i përbërë prej ekspert, profesionistë, fushave ndryshme, juristë, ekonomistë, inxhinierë me radhë, të cilët i konsultojnë nga pikpamja teknike më shumë. Me sekretariatin dhe me Arlindin në këtë rast mund të diskutojmë tepër nga qasja politike, se çfarë qëndrimi duhet mbajtur. Për shembull, e diskutoj me ata. Dhe kur vjen puna e diskutoj edhe me një rreth më të gjerë, sigurisht që është këshilli koordinues, si thash, përbën nga 50 ca anëtar, për të debatuar në një qëndrim që duhet mbajmë nga pikpamja politike. Pastaj për të bërë fjalime për kështu, sigurisht që i bëj vetë, domethënë nuk ka nevojë. Nuk është çështja e fjalimeve, është çështja e strategjisë që do të ndiqni, e qëndrimeve tuaja, po cili është vizioni juaj për të ardhmen si Lëvizje Bashk? Tani se po duk cili është vizioni juaj? Në kuptimin, a keni plane, qoftë edhe jo shumë afatgjata, apo plane afat shkurtra ose Unë ta thash në fillim të intervistës sonë që perceptimi ynë është që PD dhe PS-ja që përfaqësojnë modelin e vjetër të politikë bërësisht në Shqipëri janë në grahmat e tyre të fundit. Dhe një frymë e re po hyn tashmë. Grahmat e fundit se nuk të pyeta pak për Ballukun në fakt, që po i sjellin situatat e krijuara apo? Unë mendoj se roli i SPAK-ut është si një lloj goditje në sistemin politik dhe që ka ato, le të themi, pasojat e veta. Megjithatë, unë mendoj se në opinionin publik shqiptar, pra, dy modelet e vjetra të partive janë delegjitimuar. Dhe shpeshherë në raste të tilla kundër argumenti thuhet, po mirë, ai mori 83 mandate për shembull. Vetëse në politik, si thua, elektoratin e frymëzon pasioni ose nxit për të vepruar pasioni politik, ashtu si edhe instrumentalizimi i politikës, pra, nga pushtetarët kryesisht. Unë mendoj që një parti si Partia Socialiste nuk ngjan më pasione në publikun shqiptar, vetëse ka instrumentalizuar deri në atë farë pike pushtetin e vet, që edhe pse shqiptarët, një pjesë e mirë e tyre detyrohen të votojnë Partinë Socialiste për shkak të presioneve, për shkak të se s'duan të shohin më Sali Berishën ndoshta, për shkak të, nuk e di, një sër rrethanash, për shkak të s'duan të vijë ai taksa mbledhësi të vendos gjoba, kanë një të afërm në punë, në shtetje, me radhë. Gjithë këto presionet të këtij qytetarit përballë institucioneve shtetërore që është totalisht i të huajsuar, bëjnë që ende të votohet për PS-n. Po unë mendoj që thelbësisht janë të delegjitimuar, të dyja palët, pra. Dhe që herët ose vonë do lind diçka e re. Dhe unë mendoj se është duke lindur e reja në politikën shqiptare. Siç thash, SPAK-u ka dhënë një goditje vendimtare dhe luan një rol vendimtar në këtë transformim i cili ndoshta sikur mos ishte SPAK-u do nevojte më tepër kohë për të realizuar. Por që jemi praktikisht në momentet e një ndryshimi të madh paktën. Pra është momenti i artë për ju si Lëvizje Bashk? Unë mendoj se jemi në rrugën e dur, në qasjen e dur, me propozimet e duara, me ndershmërinë e dur në fund ditës, dhe që herët ose vonë kjo rrugë që kemi zgjedhur, që është më e gjatë dhe më e mundimshme, do jap frytet e veta. E the pak më parë, po shumë përciptas me politikat që kanë ndjekur Rama, sipas teje, a është i majt Rama? Absolutisht jo. S'ka asgjë me të majtë. Çfarë është Rama për ty? Rama është një politikan i suksesshëm sepse i është përshtatur mentalitetit politik të kohës, po pas një ideologji. Ideologjia e vetme e tij është pushteti. Pushteti dhe një qasje që jep shumë rëndësi, le të themi, fasadës, imazhit, perceptimit që jep tek tjerët, qoftë edhe lyerja e pallateve në Tiranë ku ishte kryetar bashkie, dhe shumë pak përmbajtjes.
pra kësaj rrugës së gjatë që përmenda unë, pra nevojës për të reformuar institucionet, për të rritur industrinë, për të rritur ekonominë hap pas hapi, duke rritur gjithë sektorët bashkë, duke pasuruar shqiptarët në fund të ditës. I bie shkurt, pra. Është tipikisht ajo që ndoqi edhe Erion Velia për shembull. Pra, po ta shifi Erionin daljet edhe në edicionet e lajmeve, ishte gjithkohës me lopat dhe me një fidan në dorë, pra, duke mbjellur pemë. Të kundërt të bën në zbatimin e politikave, ka betonizuar të dy bashkë Tiranën, pra. Pra imazhi se sa është e kundërta e asaj që bën në realitet. Në realitet është rruga e shkurtër e pastrimit parave të drogës nëpërmjet ndërtimeve dhe pasurimit të pak njerëzve në oligarki, e kapjes së mediave nëpërmjet oligarkëve. Dhe rruga e vështirë që do duhet krijimi një ambienti i përfshirjes, i ndërtimit të institucioneve, për ta thënë me një fjalë, pra. Institucioneve siç duam, siç aspirojmë të gjithë që të jenë, pra, të pavarura, të shërbejnë qytetarit, demokratike. Por këtë gjë është totalisht e kundërta me pak. Dhe në thelb të njëjtin model kanë ndjekur edhe Berisha. 2 herë që ka qenë në pushtet, madje edhe me rezultate më të këqija për shoqërinë shqiptare apo jo. Kështu që në thelb mendoj se janë dy anët e të njëjtës medalje si model pra politik dhe që i ka ardhur fundi me pak fjalë. Shpresojmë se i ka ardhur fundi. Se tani më shkon vetvetiu mendja te pyetja tjetër, cila është marrëdhënia e lëvizjes bashkë me vetvendosjen në Kosovë. Dhe çfarë mendimi keni për Albin Kurtin? Jam kurioze ta di. Nëse s'doni thoni që absolutisht. Ne i pranojmë gjitha pyetjet dhe përgjigjemi gjitha pyetjet. Pastaj se sa të kënaqur ju me pyetjet tona, me përgjigjet tona. Prap do vendosja audienca, au kënaq apo jo? Ne si gazetar bëjmë përpjekje, patjetër. E drejt. Jo, ajo që doja të them është që sidomos në fillimet tona, pra në aktivizmin ton, le të themi, dashur pa dashur jemi ndikuar dhe jemi frymëzuar nga modeli që ndihte vetvendosja. Pa ardhur ende në pushtet, pra nga ky modeli i aktivizmit, i përkushtimit, edhe një model i ndershmërie dhe sakrifice për idetë politike që synojnë, si më thënë. Detyrimisht kemi rezervat tona sa i përket qeverisjes së Albin Kurtit në Kosovë. Që janë? Ose mund na përmendësh 2-3 rezerva kyçe, kuptohet. Ndoshta rëndësia që u ka dhënë, le të themi, shtetit social. Po gjitha e parë në kontekstin në cilin është edhe Kosova. Patjetër. Edhe përplasjet me Serbinë, edhe kontradita edhe me përfaqësuesit e perëndimorëve, pra të Amerikës dhe të BE-s, si më thënë. Ka qenë kontekst i cili duhet e ka bërë shumë herë më të vështirë punën për një vend të vogël, të varfër. Çfarë mund të bënte ndryshe Kurti? Po mund të jetë më tepër rëndësi, le të themi, aspekteve sociale, institucioneve të arsimit, shumë që në Kosovë në shumë për të dëshiruar me fjalë me ça. Aq sa e ndjekim aktualitetin me nuk e di rëndësinë prap sa i përket edhe qasjes me programin ton të ngritjes së ekonomisë. Nëse ka një gjë për të cilën Albin Kurti nuk mund të akuzohet, është korrupsioni edhe ndikimi i oligarkisë ekonomike, le të themi. Dhe në vetvete ky përbën një, si thua, model pozitiv përballë asaj që është Edi Rama me pak fjalë. Ose po të shifet në raport me ndërkombëtarët. Albin Kurti është zakonisht shumë i kritikuar nga ndërkombëtarët. Ndërkohë që Edi Rama, paktën nga këta të BE-s, duket sikur është më i përkëdhelur me një fjalë. Edhe shtrohet pyetja si ka mundësi. Sepse nëse flasim këtu për standarde evropiane, atëherë Shqipëria do duhet ishte nga pikpamja e korrupsionit paktën shumë herë më keq, deri edhe qasja e BE-s ndaj Ramës ishte shumë le të themi më pak miqësore. Ndërkohë që me Kurtin ndodhe kundërta. Po ndoshta sepse Kurti në një farë mënyrë merr kosto politike për diçka që ai vërtet beson se është në të mirë të vendit vet. Se pastaj ka drejtë është çështje për diskutim. Po ai beson në këtë gjë dhe merr kosto politike për këtë gjë. E kundërta ndodh me Ramën. Rama gjithë shoqërisë shqiptare i jep kosto shtesë, siç mund të jetë rasti i kampit të Gjadrit, i refugjatëve që do parkohen këtu, që janë nisur për në Itali, domethënë, për të bërë favore, për të gjunjëzuar literalisht. Se ka rritur ca pensione atje, njojën e pensioneve. Me Italinë po, që sigurisht që i duhet njohur si merit. Ca para që do vinë në Shqipëri. Të para pastaj, se ku do vene, si do shfrytëzohen, si do bëjmë, muhabet tjetër, po fakti që do i menaxhojnë italianët sigurisht, po në kuptimin që kostot janë të italianëve. Po dakor, pra, po fakti që Shqipëria ose territori i Republikës së Shqipërisë shërben si një Guantanamo
për të futur disa të shkretë emigrantë janë nisur për një jetë më të mirë dhe vinë edhe burgose në Shqipëri, domethënë kjo nuk na jep ndonjë nder as si shoqëri, as si përfaqësues të shtetit shqiptar, domethënë. Dhe gjitha kjo për të marrë mbrapsht një lloj favori. Se ka problem se dhe Sazani dhe Zvërneci. Edhe Zvërneci, edhe Sazani. Është një model që ai e ndjek, po do të pyes pak këtu për fiksë se do kalojmë edhe te këto ide të Varoufakis të teknofeudalizmit, edhe këtu pastaj ajo audiencë që do ketë durimin dhe nervin na dëgjoj, mund ta parapërgatisim që do të flasim pak për kapitalizmin ndikimin e teknofeudalizmit që e quan Varoufakis. Pra, dhe ju keni përkthyer librin e Varoufakis për teknofeudalizmin. Unë mbaj mend kam lexuar një libër të Fuksit që ka këtë lloj këndvështrimi kryesisht për këto korporatat e mëdha të tekut, gjigantët e tekut. Sa nga ato ide, ose me sa prej atyre ideve jeni ju afër, si Redi, për te i fakti që keni përkthyer, apo kam përshtypjen që përkthimi nuk është se është thjesht procesi i përkthimit, por edhe i përzgjedhjes. Se nuk besoj që e keni përzgjedhur rastësisht atë libër apo. Jo, ishte vetëm një libër që kam përkthyer dhe nuk është rastësisht që kam përkthyer këtë libër. Sepse për hir të së vërtetës, me tezën që duhet thënë që është një tezë, si thua, sfiduese, le të themi, që ka hedhur Varoufakis, janë kthyer kundër një pjesë e mirë e të majtëve, le të themi, në botën perëndimore, sepse teza e tij, duke qenë se është që kapitalizmi tashmë ka vdekur, në mendimin e çdo, le të themi, socialisti, ka qenë në mënyrë detyra e socialistëve që të përmbysnin kapitalizmin, si më thonë në kohën e shkuar. Ndërkohë që Varoufakis po thotë, shikoj, vetë kapitalizmi në mënyrë ka vrarë organizmin e vet dhe ka shkuar në një fazë përtej. Dhe kjo si fazë tani është më e keqe, thotë ai, se sa vetë kapitalizmi. Tani sa bie dakord, unë më të bie dakord me një pjesë shumë të madhe të argumenteve që ai jep për tezën që shtron, si thua. Pastaj unë nuk mund të them nëse ai ka apo s'ka të drejtë, edhe sepse nuk është fusha ime e ekonomisë makroekonomike, si më thonë, të le të themi analizës që ai shtron. Megjithatë, në analizën e tij, pastaj nuk e di se sa thellë mund të hyjmë argumentit për ato që ai thotë mbi tezën e vet, por që në thelb është një tezë mjaft interesante që po shpërfaqet në një farë mënyrë dita ditës para nesh, si më thënë. Pra, në një anë kemi le të themi këta manjatët e teknologjisë të Silicon Valley, por edhe ata të Kinës, për shembull. Këta që ai e quajnë teknofeudalistët, që kanë akumuluar një pasuri të paimagjinueshme më parë. Të paimagjinueshme për një grusht njerëzish në raport me pjesën e madhe të shoqërisë. Pra, dhe ai bën këtë krahasimin me hapat e para të shoqërive kapitaliste, ku thotë që nëse më parë kapitalizmi, sipërmarrja, nuk kuptonte, le të themi, prodhimin, pra prodhimin e një malli që hidhej në treg dhe fal inovacionit, fal risisë që sillte ky mall, mundsonte edhe pasurimin atyre që ishin manjatët. Tashmë thotë, teknofeudalizmi nuk prodhon më, nuk ka një mall që të përkthej këtë zinxhirin e akumulimit të kapitalit. Pra, në thelb ata teknofeudalistët pra kontrollojnë platformat në të cilat të gjithë ne ndërveprojmë, dhe vetëm fal ndërveprimit ton po na shfrytëzojnë. Po shfrytëzojnë në një farë mënyre. Po shfrytëzojnë. Se ne po punojmë falas për ta. Pikërisht, ne si thua, vlera e aksioneve të tyre rritet vetëm fal ndërveprimit ton. Dhe që ai thotë që nuk ka ndonjë risi as teknologjike këtu, sepse më parë nëse interneti ka qenë një hapësirë e lirë e përbashkët ku çdo mund të merrte pjesë, ajo që ka ndodhur është një lloj gardhimi e quan ai. Pra, privatizimi, le të themi, të vetë hapësirave teknologjike me qëllim rentën ose qiran, do ta themi me gjuhën e thjeshtë. Pra motori i akumulimit të kapitalit tashmë nuk është le të themi risia e produktit që sjell mbi vlerën, por është qiraja. Dhe ai prandaj quhen feudalizëm. Baza e feudalizmit ishte pronësia mbi çifligun, mbi tokën, le të themi, dhe rrjedhimisht fisnikëria që kishte këtë pronësi, fal mbretit, vilte nga fshatarët që punojnë aty të mirat, le të themi, dhe pasuroi.
Ndërkohë që rrisia e kapitalizmit ishte pikërisht konkurrenca dhe mbi vlera, le të themi. Pra fakti që të shisje mallin dhe merrje mbrapsht fitimin. Tani nuk është më fitimi shtysa, motori i akumulimit të kapitalit, është renta. Dhe renta në nivele që nuk janë parë kurrë më parë në botën kapitaliste, pra. Pra edhe në fund të librit, ka një skic, një skem që e përmbledh, si më thënë, këtë ide, si funksionon kapitalizmi në bazë të tregut, në bazë të fitimit, dhe si funksionon kjo që ne sot ai i ka vënë emrin teknofeudalizëm, pra. Madje bën edhe dallimin mes fazave të transformimit që ka kaluar kapitalizmi dhe pse kjo që po përjetojmë tani nuk mund të konsiderohet më si transformimi i kapitalizmit, po si më tepër si një transformim drejt diçkaje krejt tjetër. A ka ndonjë pikë që ti nuk dakordsohesh me Varoufakis? Ka në fakt, ose që kam dyshimet e mia, kur vjen puna te zgjidhjet që ai propozon, pra gjithmonë problemi i zgjidhjeve. Janë utopike zgjidhjet e tij? Janë utopike, disi mendoj unë, po që nuk e di dhe kush do ishte alternativa konkrete e tyre, pra, sepse ai që ai thotë është që në fakt të gjithë ne duke qenë, siç thash, përdorues ose prodhues të kësaj vlere të feudalëve, pra, do duhet që të ndërgjegjësoheshim për këtë gjë dhe ta shihnim njëri tjetrin si një grupim me interesa të përbashkëta, pra të përftonim një ndërgjegje si konsumator, le të themi, dhe pastaj të vepronin në bazë të saj, si më thënë. Dhe këtë është shumë të vështirë të realizohet, për shembull. Shumë ai përmend ose propozon një formë fushate bojkoti, po themi, ndaj Amazonit. Një ditë vetëm thotë ai, mos shkoni të blini në Amazon. Por që kjo t'i thuhet mbar qytetarëve të botës dhe që ata pastaj të koordinohen bazuar te një ndërgjegje kolektive. Për shembull, teza e të majtës, le të themi, marksiste ka qenë që ndërgjegja kolektive e klasës punëtore formohet për shkak të afërsisë që kanë se punojnë gjithë në një fabrikë. Të gjithë shohin që shikojnë se këtu kemi gjithë, të gjithë vuajmë njësoj në një mënyrë. Që kjo gjë tani të kalojë në shkallë globale dhe të pretendohet si do përftojmë një ndërgjegje të tillë është shumë të vështirë, por nuk di çfarë alternative të jap kësaj gjë. Ndoshta hapi i parë të lexojmë librin. Po nëse unë do bëj pyetje ndryshe, nëse kjo do ishte e mundur, ti do ishe dakord? Padyshim që po, sepse unë thash bie dakord. Por do ishe dakord me bojkotin? Padyshim që po. Kohët e fundit, nga vetë Mamdani për shembull në New York, është shtruar çështja, a duhet apo s'duhet të ekzistojnë miliarderët. Pra ata që janë pasuruar deri në atë farë pike se janë miliarderë, kanë miliarda dollar në pronësinë e tyre, pra. Sepse humbet pastaj sensi i pasurisë, sensi i pushtetit. Po je miliarder atëherë ti. Po kush jemi ne të përcaktojmë se sa miliarda duhet të ketë dikush? Po se çështja është gjithmonë se i bën me ndershmëri, kuptohet. Po mirë, pra kjo është çështja e ndershmëria, domethënë, sepse nëse shkalla e pasurisë. Ti nuk mendoj që mund të bëjmë para në mënyrë të ndershme dhe aq shumë para. Nuk mund të mendoj se mund të bëhesh miliarder në Amerikë në mënyrë të ndershme. Pastaj varet se çfarë nuk kuptojmë të ndershme ne. Se çfarë, nëse shkalla e pasurisë pasqyron meritokracinë, pra çfarë vlere i ke shtuar shoqërisë, le të themi, atëre çfarë vlere i ka shtuar dikush që është miliarder? Nuk më duket që një pasuri e një niveli tjetër pastaj të jetë akumuluar thjesht sepse ama në analizën që bën Varoufakis se thotë që kjo vjen fal Amazoni mbase ka bërë shoqërinë më konsumatore, por sigurisht ka ofruar mundësinë që ne të jemi aty në atë tregun e hapur dhe të blejmë apo jo, të kemi lirinë tonë për të zgjedhur se çfarë duam të blejmë. Po pikërisht, pra, kritika e Varoufakisit është që një platformë si Amazoni dhe plot tjera pastaj që u morë me Amazonin, po të shikosh ka plot kompani, po. Tani ke Temu, Alibaba, me radhë. Teza e Varoufakisit është që Amazoni nuk është në fakt një treg tipik, sepse në një treg tipik ti si konsumator shkon në radhë parë kushdo që do të shes është i pranishëm aty. Dhe kushdo e nxjerr produktin e vet. Ti si konsumator shkon aty dhe i shef pak a shumë gjitha produktet dhe bën zgjedhjen tënde. Po. Algoritmi i Amazonit thot ai, të bën ty të shohësh vetëm atë që intereson Amazonit dhe aq më tepër atë që algoritmi vetvete e kupton që ti ke më shumë tendencën për ta bler. Dhe kjo është pastaj ka lidhje edhe me se si ata na trajnojnë ne, thot Varoufakisi, që ne të konsumojmë gjithnjë më tepër, si thua. Nëse deri dje këtë rol e kishin reklama në televizor, tashmë e kanë mjete shumë herë më të sofistikuara, siç mund të jenë edhe këto Siri, Google Assistant, të cilat
platformat që, ose si të thuash, dakordësia që u japim platformave të caktuara për të na dëgjuar teksa ne flasim, se jo rastësisht kur ne përmendim fjalë të caktuara, për shembull kemi folur sot e majta, shumë e kemi përmendur, është e sigurt që tek rrjetet sociale do dalin ca rilse me e majta, e djathta, sepse ne ja kemi dhënë vetë aksesin. Po, me që e përmendëm dhe ta mbyllim pak a shumë bisedën me, ti mendon se majta do e shpëtoj botën? Apo është ideologjia Shiko, më e suksesshme sipas teje, se s'ka sens të pyes për të djathtën se pak a shumë e mendoj se çfarë mendon për djathtën. E majta nuk është një po të shohim ngjarjet historike, nuk është e majta nuk ka pas ndonjë sukses ndonjëherë. Veçoria e së majtës, mendoj unë duke qenë dhe vetë i majt, është që ka parimet e duhura. Pastaj problemi është në realizimin e tyre. Për këtë të pyeta gjithë bisedën. Okej. Dhe vetë historia e së majtës, të paktën në shekullin e 20 kur erdhi dhe në pushtet, ka qenë një dështim dhe duhet pranuar kjo gjë, domethënë. Pra autoritarizmi, kthesa autoritariste që mori për shembull Bashkimin Sovjetik me në krye Stalinin, me drejtues të saj, domethënë ishte gjithçka që është kundër parimeve të së majtës, pra, sepse se kthehemi në bazën e parimeve të majta, por që përgjigjet dhe pyetës tënde nëse do ta shpëtoj botën e majta. Në themel të së majtës qëndron demokracia, le ta themi kështu, ose liria e individit, edhe individit dhe kolektivit nga një sër strukturash të cilat ne kushtozojnë pozitën tonë. Pra, me pak fjalë, nëse ne sot kemi një proces demokratik universal, themi, ku çdo kush mbi 18 vjeç ka drejt vote. Nëse kemi të drejta në vendin e punës, nëse kemi 2 ditë pushim në javë, nëse kemi pensione, nëse kemi një sër të mirash, benefitesh që i përfitojmë, le të themi, kolektivisht si shoqëri, kjo është vetëm fal përpjekjeve sociale të së shkuarës, së grupimeve ndryshme sociale, që dashur pa dashur frymëzoheshin nga idetë e majta. Se thënë edhe një herë, në bazën e tyre ka qenë liria, çlirimi. Për shembull, nëse një punëtori dikur në fabrikat e Manchesterit i duhet të punonte që 14 vjeç, të punonte le të themi 16 orë në ditë, atëherë kjo është robërim në radhë të parë. Pra ti bëhesh rob i kushteve të cilat ti imponon shoqëria për të mbijetuar. Dhe si të çlirohesh nga kjo? Duke fituar më shumë të drejta. Kjo është një qasje e majt. Pastaj nëse e ka prishur e majta sepse ka marrë qasjen autoritariste, pastaj sigurisht është një kritik që duhet bërë e majtës. Po në thelbin e vet, unë për ta mbyllur besoj që teoria se gjithçka mund ta zgjidh tregu i lirë, tregu pas një kontroll, ku marrëdhëniet e këmbimit mes njerëzve, mes sipërmarrësve do rregullojnë çdo problem që ka shoqëria, nuk qëndron. Dhe kjo është dëshmuar tashmë, mendoj. Qasja neoliberale është diskredituar. Dhe rrjedhimisht e majta ende duhet të rizbuloj koordinatat e veta, mendoj unë, sepse në atë qasjen e madhe, vizionin e historisë që ka pas në shekullin 20, sigurisht që se ka më, po prapse duhet të ripozicionohet në atë për çfarë qëndron. Për momentin mund të themi se është kjo qasja më social-demokrate, një politikë e cila u implementua sidomos pas luftës së dytë botërore në botën perëndimore, me sukses, ka qenë epoka më e artë e kapitalizmit në krijimtari dhe në mirëqenie sociale me radhë, pas luftës së dytë pra, por që humbi paksa me frymën, le të themi, neoliberale të Thatcherit, të Reaganit, të Tony Blairit pastaj me radhë. Kështu që e majta ende duhet të ripërkufizojë, të rigjej koordinatat e veta dhe unë mendoj se lëvizja bashkë është në gjurmët e së majtës moderne. Du ta mbyll me këtë tjetër në fakt, partnerja jote është pjesë e lëvizjes bashkë? Po sigurisht. Jeni njohur aty? Jemi njohur aty. Po na tregon diçka më shumë se si më shpëtoi ky momenti. Po ndoshta kjo tregon edhe se sa të përkushtuar jeni në atë. Po se sa e rëndësishme është për mua lëvizja bashkë, me fjalë, sepse detyrimisht edhe partnerin që zgjedh dua që të jemi bashk luftar, le të themi, në përpjekjen që jemi duke bërë, pra besoni te të njëjtat kauza. Jo detyrimisht të kemi të njëjtin mendim për gjithçka. Zgjeni, debatoni. Sigurisht. Padyshim. Çfarë është ajo çështje që ju ndan gjithmonë? Po shpesh herë është edhe mënyra e organizimit, gjërat që duhen bërë ndryshe në lëvizjen bashkë, duhet se si u qasemi njerëzve, si i përfshim, se sa i përkushtohemi punës që bëjmë me radhë. Janë plot debate të cilat
vajzat kanë aftësi më të mira organizative? Vajzat kanë është e vërtet, sepse kanë një aftësi më të mirë për t'ju qasur njerëzve, për të folur me njerëzit, për t'i bërë bashkë edhe për të eventualisht për t'i organizuar, është e vërtet kjo. Dhe prandaj vajzat tani në dalit e tua në kuvent të kritikon partnerja? Po, ndonjëherë padyshim, kritika që bën. Çfarë kritike të bën? Më e zakonshmja. Po ndoshta në çike edhe për mënyrën e veshjes ose për rëndësinë që kushtoi paraqitjes time ndonjëherë që unë se kam me shumë vëmendje shumë aty dhe thotë përderisa del aty do duhet çike. Shqiptarët e dua, janë shumë popull me fokus te estetika, është e habitshme. Megjithatë është diçka në të cilën edhe kemi shije të mpreta në përgjithësi, kështu që bën mirë që të kritikon her pas here, se normalisht ajo do më të mirën te ty. Padyshim, po ka plot vend për përmirësim edhe tek fillon paraqitja ime, padyshim, kështu që kam parasysh si kritike dhe përpiqem ta përmirësoj. Faleminderit shumë Redi për këtë bisedë të lirshme. Sigurisht nuk e di nëse ti u ndjeve plotësisht që I the ato gjëra që kishe merak ose që të lindën gjatë pyetjeve dhe shumë mbarësi në punën tënde. Unë të falenderoj sepse për që të vërtetë jam ndjer më rehat se ndoshta në çdo. Se kishe parashikuar. Jo vetëm se kishe parashikuar, por në çdo studio tjetër, në çdo format të ngjashëm me këtë jam ndjer shumë herë më I lirshëm, shumë në situatë për të thënë, për të shprehur sinqerisht, si më thënë pra të që jam. Unë mendoj që podcastet, sidomos podcastet në mediat e reja, që kanë dalë nga kjo suaza e censurës televizive, janë pikërisht antiteza e televizionit dhe shumë mirë që I kemi këto hapësira. Padyshim. Sepse kam përshtypjen ju vetë keni provuar se si censura televizive ose edhe pa qëllim e fragmentarizon, e kufizon mesazhin, qoftë edhe tek minutazhi, kështu që podcasti ta lejon këtë mundësi për të bërë biseda të gjata dhe të shtruara dhe shumë mirë që tani se si do ta shfrytëzojmë pastaj varet shumë nga qëllimet tona, varet shumë nga aftësia jonë. Nëse unë të falenderoj shumë për mundësinë ratë parë dhe për ambientin kaq të këndshëm që krijuam. Unë nuk e di, unë tek ju pres televizja bashk, pres ato momente kur të jepni zgjidhje dhe kur zgjidhjet të vini në realitet, sepse praktikisht shqiptarët kanë shumë nevojë për zgjidhje dhe janë lodhur, shkuan shumë vite. Nuk e di se çfarë të ndodhi me qeverisjen tani dhe me këtë luftën që po bëhet për të mbrojtur luftën qeveri spak qeveri, por ju uroj shumë mbarësi. Faleminderit shumë. Tek kënaqësi.